realiteti është ky. Dhe ju tani jeni përballë këtij realiteti. Dhe keni dy zgjedhje. Ose do ta përshkoni këtë realitet, do ta çani, ose do dorëzoheni. Kështu që është gjithmonë e vështirë. Është e vështirë për ata që janë në maj, ka qenë edhe më e vështirë se për ata që janë në një lartësi më të ulët. Nën kuptimi, nën teksti është që ai e çmendur vallë, më thënë si mundet ti që le Amerikën edhe erdhe këtu. Gati në 100% të rasteve, njerëzit që ma thonë këtë gjë, nuk kanë qenë ndonjëherë në emigrim. Më thanë që këtu rrugët janë të shtruara me flori. Dhe zbulova tha që rrugët nuk ishin të shtruara me flori. Madje tha zbulova që kishte rrugë pa shtruara fare, të cilat duhet i shtroja unë. Sot të gjithë janë të lirë në çmendurinë e vet të publikojnë çfarë duan. Lajmi është bërë produkt. Dhe nëse ti tregon lajmin ashtu siç është, dhe nuk është seksi, e vërteta shpeshherë nuk është e thjeshtë, ose e komplikuar, por është ajo që është, atëherë nuk klikohet. Është shumë kollaj ta tërheqësh vëmendjen duke bërë budalliqe. Sfida është si mund ta tërheqësh vëmendjen duke sjell vlerë, duke u përpjekur të sjellësh vlerë. Por nëse do të punosh afatgjatë, ka nevojë që të kesh një reputacion. Dhe reputacioni është ajo që njerëzit thonë për ty kur ti nuk je në atë dhomë. Çfarë njerëzit thonë për ty kur ti nuk dëgjon? Është ajo që lë pas kur ti mbyll derën. Ktu të madhit i bëhet vetëm fresk. Ati që realisht duhet mbajtur përgjegjës nga kritika, se si thua, po pse mbas 30 vjetësh gazetari, ky palaçollëk është kjo që mund të prodhoje ti? Kjo si mund ta bësh ti këtë me kaq shumë përvojë? Jo, ti thon, bravo, shkëlqeve. Okej, unë praktikisht të thash që dua thjesht ta bëjmë sa më të sinqert, kam bërë një strukturë në mendjen time duke ditur çfarë duan studentët të pyesin. Kam 2 muaj që përpiqem të njoh, mendoj se njoh diçka, dhe do përpiqemi që ta ndiqemi atë strukturë, po je i lirë, ki parasysh ta tregova audiencën kush është, çfarë më shumë vlere mendon se i jepe. Gjëja e parë që nisën edhe mendoj ka vlerë në kontekstin e studentëve është praktika, dhe ne po flisnim para se të vije, pikërisht për praktikën që bëhet gjatë shkollës. Edhe kjo është një temë shumë konfuze për studentët, kanë shumë dilema. Ju keni nisur një praktik gjatë shkollës dhe gjëja që mua më bëri më shumë përshtypje që vendosa që kjo është gjëja e dur për të marrë, është që ju lat shkollën e biznesit, pikërisht sepse pat një shkollë tjetër e cila kishte mundësinë për praktik. A mundet ta elaborojmë pak këtë pjesë? Po. Ajo që ndodhi ishte që unë në 90 mesi gjysma e dytë të 97-s, gjendem në Amerikë, pranë Bostonit, dhe vendos që të regjistrohem në universitet. Kështu që shkova atje me dokumentat e këtushme të gjimnazit dhe regjistrohem në degën e menaxhimit biznesit dhe bëj një semestër të plot në menaxhim biznesi, ku kishte lënë si po themi kontabiliteti apo ekonomia, matematik, anglisht, mbaj mend ca gjëra tjera dhe dola shumë mirë. Madje mbaj mend që ai profesori na bënte që ishim të detyruar që të kishim një abonim për gjatë semestrit në Wall Street Journal. Sepse donte që ne të lexonim e të ambientoheshim me Wall Street Journal. Abonimi nuk kushtonte ai shumë, por ato 4 muaj që zgjati ky semestër mua më vinte edhe Wall Street Journal në shtëpi, që është një gazetë financiare. Po duke e shfletuar pastaj fillova të mësoja gjëra atje. Ti bie shkurt, nga që isha sefte në Amerikë, nuk i njihja shumë mirë gjërat në fillim, shkova atje ku shkova dhe u regjistrova në atë degë dhe pastaj pash në universitet kishte në kampusin tjetër, në anën tjetër qytetit, kishte degë të komunikimit. Dhe pasioni im i madh ishte radioja. Unë doja që të bëja radio. Bëja disa kaseta, merja CD-t, nxirja këngët nga CD-t dhe i vija në një kaset. Edhe midis këngëve lija rreth 15-20 sekonda hapësirë bosh. Që kur isha në makinë duke shkuar në shkollë apo në punë apo këto gjërat e tjera, mbaronte një këngë dhe aty unë bëja DJ-n vetë, thosha sapo dëgjuam nga Celine Dion tani, dhe dija kur do të fillonte kënga tjetër, e dija cila ishte kënga tjetër dhe bëja këtë lojën sikur isha në radio. Kur shikoj që ata kanë një studio radioje në universitet, kanë një studio televizive në universitet, kanë kamera të vërteta, studio të vërtetë, transmetonte për kampusin, studentët që jetonin atje dhe lagje përreth mund ta dëgjonin këtë stacionin dhe ti mund të bëje emisionin tënd ndërsa mësoje në shkollë. Lëndët mund të praktikoheshe, thash okay, kjo është gjëja që unë realisht dua të bëj. Dhe kisha marrë të gjitha 10-a, si thua, të gjitha A në atë semestër që kisha bërë për menaxhim biznesi,
nuk ishte në një gjë që s'më pëlqente apo që më dukej e vështirë, por ky ishte një pasion, ishte një thirrje që unë kisha për të bërë atë gjën që realisht, shiko, kur flitet për qëllim, se përdoret shumë shpesh fjala qëllim, po qëllimi nuk është një gjë që ti e gjen. Aq më pak qëllimi nuk është dikush ose diçka që dikush ta jep. Që të shkosh te një mentor të thuash cili është qëllimi im dhe ai thotë qëllimi yt është ky. Jo. Qëllimi zbulohet dhe ndërtohet. Gjatë jetës dhe ti e kupton qëllimin tënd, dikush më ka thënë, sepse trupi yt vibron. Kur je duke bërë këtë gjë që realisht të përmbush edhe të bën të ndihesh mirë dhe thua un kam lindur për të bërë këtë gjë. E kupton në kimin e trupit tënd që kjo është gjëja jote. Dhe ajo ishte gjëja ime. Unë e dija që ky ishte një gjë që unë e doja, e ndihesha mirë kur e bëja. Prandaj zgjodha të bëj këtë gjë. I humba ato klasa, ato para që kisha paguar para të semestrit, nuk ishte ndonjë humbje për të shënuar në histori, por shkova të bëj atë gjë që mendoja se ishte më e mira. Dhe ato 4 vjet kanë qenë kam pas klasa si Photoshop, kam bërë pikturë, kam bërë kuptimi i filmave, duke parë filma, duke i studiuar, duke i analizuar, në gjëra që dukeshin qef. Në atë ai profesori ynë që ishte dhe head of department, domethënë që kreu i departamentit të komunikimit atje vinte bashkë me qenin. Ne kishte një shepherd atje dhe domethënë ambienti ishte shumë i relaksuar, pedagogët ishin të shkëlqyer realisht, njerëz mbi të gjitha dhe më tha një gjë në atë kohë. Për ata që janë ende, dikush më tha, një nga pedagogët më tha, ne tani jemi koleg. Ti nuk je një gjimnazist. Këto 4 vjet që ne do kalojmë bashkë kanë një udhtim midis kolegësh për të nxjerrë më të mirën nga ti. Për mua zgjati jo 4 vjet, po 5 vjet e gjys, sepse unë punoja në të njëjtën kohë dhe shkoja në shkollë mbasdite, kështu që nuk i merrja klasat aq intensivisht sa të tjerët. Dhe më pëlqeu që zgjati kjo përvoja edhe më shumë, sepse njeriu që isha kur fillova dhe njeriu që isha kur mbarova, po pak nga pak dhe pa e kuptuar fare si ajo Sky Tower që rrotullohet shumë ngadalë, kisha ndryshuar. Ato 4 vite të asaj pune që ne bënim atje në universitet ishin për të nxjerrë nga unë atë që duhet të dilte që aty. Ka thënë njëherë Michelangelo, e pyetëm për Davidin që si e bëre, Davidin e famshëm, e thoshte ai ishte gjithmonë aty. Thoshte ai në atë blok shkëmbi, mua më desh vetëm ta lë të dalë. Edhe në një farë mënyrë kjo është edhe ajo gjë që ju po bëni këtu, ajo çfarë keni brenda, ajo forma e përkryer, skulptura që do jeni një ditë, është aty, po ka nevojë vetëm që dal nga dal me atë daltën si Michelangelos, ta nxirrni atë. Dhe kjo është koha kur ju punoni te kjo pjesë, që ajo formë e mrekullueshme të vihet më pa. Tani ka një gjë që kam përshtypjen në mendjet e tyre do luaj shumë tani, që ti ishe me fat sepse ishe në Amerikë edhe kishe një universitet i cili kishte edhe radio, ndërkohë ne kemi universitete që jo vetëm që s'kan radio, mbase disa s'kan as kompjutera, por e shohin shumë të vështirë që ta përfytyrojnë veten në atë përfshirjen totale në universitet edhe në atë gjën që po mësojnë. Mendon se pavarësisht infrastrukturës që ka universiteti apo struktura që të ofrojnë pedagogët, ka hapësira për të gjetur praktikën edhe këtu në Shqipëri ose në atë realitet që jemi? Mendoj se po. Duke thënë dy gjëra. E para, bie dakord që nuk janë ato kushte që meritoni që të ishin. Mirë do të kishte qenë që të kishte qenë një nivel tjetër i mësimdhënies, i mjeteve që ju kushtohen juve e që mund t'i përdorni, por realiteti është ky. Dhe ju tani jeni përballë këtij realiteti. Dhe keni 2 zgjedhje. Ose do ta përshkoni këtë realitet, do ta çani, ose do dorëzoheni. Ka shumë njerëz në Shqipëri që thonë Shqipëria zbëhet. Shqipëria është një vend i vështirë dhe është. Me të parën nuk bie dakord që zbëhet, po me dytën që është vend i vështirë unë bie shumë dakord. Dhe ka vështirësi, gjëra që duhen bërë gjatë edhe me më shumë forcë se sa po të ishin në një vend tjetër, por guess what? Është kjo që është. Dhe unë gjej që shumë shpesh ka një rehati në të thënit që ky është një vend i vështirë. Njerëzit që nuk duan ta sprovojnë veten e kanë të gatshme justifikimin. Është Shqipëria. Është Shqipëria që më pengon. Është Shqipëria me gjitha ndravat e saj që s'më lë. Ndërkohë në të njëjtën Shqipëri ka njerëz të tjerë cilët ja kanë dalë. Është e njëjta Shqipëri edhe për ata, po ja kanë dalë. Kështu që unë them që duhet zhveshur kjo.
hequr kjo batanie e rehatshme e ngrohtë që thotë ky vend s'bën, kështu që unë mund të flej qetë që s'bëra asgjë sepse këtu s'bëhet. Nuk është ashtu. Është një gënjeshtër që i tregojmë vetes vazhdimisht. Ka mundësi. E di që është më vështirë, por kush do realisht që të arrijë atë gjë dhe kërkon disiplinë. Kjo gjë kërkon mundim, po gjithë gjërat që vërtet vlejnë, mendoj që kërkojnë mundim. E pyetën drejtuesin e Nvidias. Nvidia po bën namin tani, kështu që duhet keni dëgjuar për Nvidian e gjithçka që bëjnë. Në një nga këto podcastet edhe i thonë, a do të ndaje me studentët historinë tënde, se si nise kompaninë e gjithçka. Dhe i thoshte, nëse unë do të kisha ditur se sa shumë do kisha hequr, sa shumë do kisha vuajtur, sa shumë do isha munduar për Nvidian, unë s'do kisha nisë fare. Edhe ishte vetëm iluzioni që ishte më i lehtë se sa ishte vërtet që më bëri që të vazhdoj. Kështu që është gjithmonë e vështirë. Është e vështirë për ata që janë në maj, ka qenë edhe më e vështirë se për ata që janë në një lartësi më të ulët. Kështu që ka mundësi që mund të gjendën, unë nuk i di konkretisht se ku, se qysh, se si janë, por mendoj se gjithkush që kërkon gjen. Kjo është edhe biblike, nëse doni, po kush kërkon gjen, mendoj që ka mundësi për të gjetur. Tani unë kam dy gjëra që lidhen me këtë, prapë në kontekstin e studentëve. E para është, a kishte vështirësi aty? Pra ti ku ishe në universitetin që kishe, edhe punën që kishe, se gjërat që the duken shumë të bukura, dhe duket sikur janë vetëm ato gjërat që ish. A kishe vështirësi ti me rinin tënde në universitet? Ka gjithmonë vështirësi, nuk ka. Ajo një gjë që mua më thon vazhdimisht është pse u ktheve nga Amerika. Sido që un kam 17 vjet që jam kthyer nga Amerika, nuk është një gjë që ka ndodhur rishtas. Edhe kam qëndruar atje pothuajse 13 vjet, kështu që më shumë kohë kam që jam kthyer se sa kam qenë atje. Dhe kur ma thon këtë gjën, e kuptoj nga toni i tyre që nën kuptimi, nën teksti është që ai e çmendur vallë, më thon si mundet ti që le Amerikën edhe erdhe këtu. Dhe gati në 100% të rasteve, njerëzit që ma thonë këtë gjë, nuk kanë qenë ndonjëherë në emigrim. Aq më pak nuk kanë qenë ndonjëherë në emigrim në Amerikë. Dhe këtë nuk ma kanë pyetur kështu asnjëherë njerëzit që kanë qenë në emigrim dhe që e njohin Amerikën. Ata që e njohin Amerikën më kuptojnë, e respektojnë zgjedhjen time. Ka mira të tjerë që kanë bërë të njëjtën zgjedhje si unë, janë rreth 15.000 qytetar amerikan ose qytetar shqiptar me pasaportë amerikane si unë që jetojnë në Shqipëri. Kështu që mendoni, janë 15.000 veta që e kanë pasaportën dhe zgjedhin Shqipërinë në vend se të shkojnë atje. Kështu që nuk jam i vetmi në këtë aspekt. Ka vështirësi sepse atje ti duhet të fillosh gjithmonë nga poshtë. Të gjithë fillojnë nga poshtë. Që në gjimnaz, fëmijët amerikanë punojnë, shpeshherë i kam parë për shembull aty ku kam jetuar unë, në ferma lopësh i bënin akullore. Dhe akulloret freskët, madje ishte shumë e fortë për një arsye, nuk e di, nga që ishte ndoshta aq e freskët. Dhe shitej aty ata kishin një dyqan, prodhonin qumësh që e çonin andej po bënin akullore. Dhe ishin gjithmonë çuna dhe goca nga gjimnazet që punonin sezonin e verës nëpër këto akullore. Dhe të gjithë fëmijët shkojnë punojnë në restorante. Të gjithë gocat amerikane, praktikisht të gjithë gocat amerikane kanë bërë kamarierën për një periudhë kohe, disa vjeçare, kur janë studente, fjala bën 2, 3, 4 vjet, ndonjëra mbetet kamarier gjithë jetën se i pëlqen ajo, është një mënyrë për të jetuar edhe të bërit atij profesionin, por i kanë parë që ata nuk kanë asnjë lloj pretendimi kur vjen puna për të filluar në fillim. Dhe pastaj çajnë. Ajo që është e mirë në organizatat amerikane që unë shpresoj edhe këtu vjen me kalimin e kohës, ndërsa korporatat rriten e maturohen, është që ata i ngrenë njerëzit nga poshtë. Do të thotë që nëse shefi im një ditë largohet, del në pension apo shkon në një vend tjetër, radhën për t'ia zënë vendin e kam unë që punoj atje. Jo një njeri që vjen nga jashtë dhe zvendëson shefin dhe ti mbetesh në vend numero edhe nuk ke një shteg karriere që është i qartë që ti të shikosh thua, "Okay, tani po bëj këtë, por mbas 5 vjetësh do jem këtu, dhe mbas 5 vjetësh tjera jam atje dhe do paguhem aq, dhe pastaj jam kaq." Dhe ti kupton që kur je 20 vjeç paguhesh si unë $27.000 në vit, por pastaj 6 vjet më vonë në të njëjtën kompani po paguhesh $44.000 në vit. Nga 27 në 44 është në 6 vjet është një rritje e ndjeshme, dhe unë isha akoma 27 vjeç në këtë moshë. Që kur e projektoja veten 40, pastaj do isha në një klap më të këndshme, po e quaj ekonomike. Kështu që
Po fillon gjithmonë nga poshtë. Fillon gjithmonë në një garazh, fillon gjithmonë duke trokitur në për dyer bankash, nuk ka, absolutisht nuk ka një Amerikë që të shtron po themi këtë tapetin e kuq kur ti del nga shtëpia, duhet ta çash, duhet ta ndash, duhet telefonosh, duhet përpiqesh. Këta të Google-it e di që kanë aplikuar kur kishin atë projektin në fillim në mbi 100 banka dhe kanë marrë mbi 100 jo si refuzim derisa morën ponën e parë, por nuk u lodhën duke kërkuar. Një shprehje për Amerikën që e dëgjova atje, që nuk është shprehje shqiptare, po emigrantësh Amerikan thoshte që erdhan në Amerikë, thoshte emigranti, sepse më thanë që këtu rrugët janë të shtruara me flori. Dhe zbulova tha që rrugët nuk ishin të shtruara me flori. Madje tha zbulova që kishte rrugë pa shtruara fare, të cilat duhet i shtroja unë. Kështu që ajo ëndra e parë që shkon atje sepse dyert janë të hapura, jo, Amerika është ndërtuar mbi mundin e atyre që kanë ardhur, është një komb emigrantësh, është kombi e atyre që vinë me një uri. Ajo që është ndoshta favori është që emigrantët kanë këtë urinë, kanë këtë nevojën, kanë marrë këtë udhëtimin, këtë aventurën jetësore, duke kaluar oqeane, duke ndruar kontinente, gjuhë, vende, kulturë e gjithçka tjetër, dhe vinë atje dhe lajnë pjata për vite me radhë. I kam parë shqiptarë për shembull të lajnë pjata në pizzeri nga ato që tani janë këtu gjithë në atë kohë unë s'kisha parë në Shqipëri kur shkova atje. Po janë këto delivery. Pizzeri shumë të vogla me 3-4 tavolina që bëjnë delivery dhe vetëm çojnë pica gjithë natën kështu. Punuan sepse i kishin grekët. Grekët kishin shkuar në vitet 70. Dhe kishin marrë këto pizzeritë dhe tani merrnin punëtor shqiptar. Dhe vjen koha kur grekët do dalin në pension, se kanë mbushur atë moshën, dhe filluan të ashesin punëtorëve të tyre. Po në masë, ishte fenomen. Domethënë punëtorët që kishin punuar për Jorgon 8 vjet, 9 vjet, 10 vjet, 15 vjet, tani e blejnë atë pizzerinë edhe fillojnë ta punojnë me gruan, me fëmijët, me një kushuri nëse kanë apo miq e shok. Domethënë ndodh kjo stafeta e të marrit të biznesit, po më besoni që ka histori pafund të njerëzve që kanë sakrifikuar jashtëzakonisht. Ju tregoj njërin për shembull, që kam pas mik, ishte një djalë quhet Beni nga Durrësi. Ai lante pjatat në restorantin ku un kam punuar. Para se të filloja punën në New York Times, kam punuar në një restorant, kam bërë pica më shumë se çdo hani gjithë jetën tuaj. Ju betohem. Kam për 3 vjet. Në 3 vjet kam bërë aq pica sa do hani ju gjithë jetën, ndoshta edhe më shumë. Dhe Beni punonte aty dhe un kisha një 2 javë që kisha filluar punë, ndërsa ky ishte në Shqipëri me pushime. Dhe vjen, dhe un kam 2 javë që jam në këtë restorant, por këtë s'e kam takuar. Edhe merrte ato tiganët andej këtej për t'i larë kështu edhe i shante këta çunat amerikan. U kot kështu me çka kanë, lëshonte ndaj llap. Unë dëgjoj shqip. Thash, pyeta diku atë shqiptar është ky? Po tha shqiptar si puna jote, tha edhe ky. Pa i smifte. Edhe unë tash zira kokën kështu edhe i thosha ndaj llaf shqip. E shaja, e ke parasysh? E kështu. Dhe ai kthente kokën, shifte një herë, 2 herë gjithë natën, atë natë derisa në fund natës kur aty ishte bëra i pirgu i madh i pjatave tigan, kështu unë shkoj edhe i them që e takova. Dhe u bëra shumë mik. Dhe Beni punonte nga ora 4 e mbasdites deri në orën 12 natës duke lar pjata. Dhe pastaj, po mendoni ishte një vend i ftohtë, Boston është i ftohtë, ka shumë borë, shkonte në 12 natës në këmbë, se s'kishte makinë, si të shkosh nga këtu deri tek Medresja dhe pishte buk deri në mëngjes, deri në orën 5. Dhe në orën 5 bagelat, sa i njihni ato bagelat e famshme ashtu. Ai bënte bagela. Dhe pastaj në orën 5 merrte prap që atje Medresja edhe një herë këtu shkonte flinte. Dhe flinte deri në orën 2, çoi në 2, hante, vinte në 4 prap për të larë renët deri në 12, për të shkuar në orën 1 prap tek buka, për ta pjekur deri në mëngjes, dhe ky ishte cikli. Dhe këta që ishin aty në atë kohë, thoshin ore ç'a bëm ne që erdhëm në Amerikë? A bëm mirë, a bëm gabim? Sepse ishte shumë e vështirë. Po ky e bleu shtëpinë, u bë me 2 fëmijë, hapi një biznes të vetin, pastaj vënte buk, po i bënte për veten e tij, domethënë pishte bukët edhe janë tash Ben's Bagels janë është një dyqan aty që mban emrin e tij. Po ishte shumë e vështirë. Nuk ishte për të gjithë. Ata që shtrëngojnë dhëmbët ja dalin. Tani para se të kaloj te pjesa tjetër, që të jeni parasysh, un kam kaluar eksperiencë edhe në Shqipëri, nuk kam emigruar, por tani e kam kompaninë në Amerikë edhe jam duke u përballur me njerëz në Amerikë. Është shumë më e lehtë. Domethënë të bëja unë punën që bën Beni këtu në Shqipëri, kisha bërë shumë më shumë se Beni në Amerikë.
të jemi të sinqert. Pra, unë kam parë shumë e lehtë. Edhe të marrësh të njëjtat reward-e. Pra, kam parë intervistën e Jeff Bezos, 1 milion e parë që ka vuajtur shumë për ta marrë. Koha që e mori ishte më shpejt, po takimet dhe refuzimet që ka patur ai ishin 10 herë më shumë se unë. Këtu, edhe Amazon në Shqipëri, Aladini. 10 herë më shumë, jo 20%, jo 30%, po 10 herë më shumë. Do me thënë, unë shkoj me idenë në Shqipëri që duhet takojnë 100 për gjetur një investim, dhe nuk ndodh që takojmë shumë se 10. Sepse është shumë e thjeshtë. E njëjta gjë mund të ndodhë në shumë drejtime. Okej, tani e sillim në kontekstin shqiptar, sepse ju keni eksperiencë në mediat shqiptare. Pra, ju mund të jeni në New York Times-i shqiptar, po ta themi, në punë, ose jo New York Times-i, por nuk ka rëndësi, keni parë gjitha mediat. Nëse këta studentë i qasen këtyre medjave për të punuar praktikën e shkollës, a i pranojnë ata? A mund t'i marrin edhe, a mund t'a fitojnë eksperiencën në ato media? Mendoj se po. Do t'i tregoj vetëm shkurtimisht praktikën që unë kam bërë. Pak vite mbas kësaj historisë që u tregova, unë kisha në atë kohë rreth 5-6 vjetë që punoja për New York Timesin, punoja në degën e marketingut atje, më morën në provë për 3 muaj, më pëlqyen edhe më mbajtën. Më bën një kontratë pasaj për qëndruar atje. Dhe ndërkohë po vinte dhe fundi i shkollës. Dhe kishim praktikën, e kishim si pjesë, mund ta merrnim me zgjedhje, po mund të bënim, në vend që të bënim një lëndë në universitet për atë semestër, ne mund të bënim praktikë. Dhe duhet ta paguanim njësoj atë lëndën, duket në atë kohë ka qenë rreth $700 moduli i kësaj. Pra ju paguanit praktikën? Unë e paguaja praktikën dhe unë zgjodha që të punoja në një radio, të vërtet kësaj radhe, në një radio komerciale më të madhe në qytetin pranë Bostonit ku unë isha. Dhe e vetmja mënyrë që mund ta bëja këtë ishte që të shkoja atje në orën 5, fatmirësisht e kisha midis shtëpisë dhe punës, qëndroja atje deri në 8, 3 orë, ndërkohë që bëj emisionin mëngjesit, dhe ai vazhdonte edhe pak emisionin deri në orën 9. Po unë ikja në orën 8 dhe në orën 8:30 kisha arrit në punë pasaj. Dhe filloja punën time dhe punoja deri në orën 5. Këtë kam bërë për 4 muaj. Pra paguaje praktikën, pasaj vinte në punë dhe në shkollë. Po. Dhe unë detyra ime ishte që të përgjigjesha telefonatave të audiencës që merrin telefon. Dhe duhet shkruaja, mënyra si funksiononte ishte që unë merja telefonatën, thoshte jam Gjoni nga filan vend, dua të flas për këtë temë, për diçka që pam në televizor mbrëm Dancing with the Stars. Dhe unë shkruaja, Gjoni nga filan qytet, do të flas për Dancing with the Stars. Edhe s'kishte kështu që ta rregullonte, siç e kemi tani neve në shtëpi. Jo, ajo e shkruaj atje, dhe kjo i dilte atij hostit që ishte duke folur ndërkohë në radio. Dhe ai shikonte linja 1, thoshte është Gjoni, do të flas për këtë temë. Ai thjesht e lexonte në ekran atë që kisha shkruar unë nga ekrani tjetër, dhe kështu ai e dinte kur merrte telefonatën që thoshte hey Gjoni, mirëmëngjes, do flasësh për dancing, domethënë kishte një fjali atje që ti jepte të kuptonte se për çfarë do fliste ky. Mos i vinte siç e bëjmë ne akoma sot në Shqipëri, mirëmëngjes, për çfarë do të flasësh. Edhe ai që është on air, që është siklet i madh, tani mund të presi çfarë do që ti vi. Dikush që edhe mund ta talli, edhe mund ta ashtu, më kishim këto filtrat, ky filtri isha unë. Edhe kjo prap ishte në temperatura -11 gradë normalisht, domethënë në mëngjes, të borë, për ta hapur me lopatat të borën. Unë lopatën, janë ca lopata të lehta të bore që janë enkas për këtë punë, nuk e hiqja as në verë, e mbaja në bagazh makinës se nuk i dihet asnjëherë. Domethënë ishte mundimshme, ishte e gjatë, ishte jo vetëm që s'paguhesha për këtë punë në radio, por paguaja unë ato $700, por ama ishte përvojë. Sepse unë tani kisha çmitizuar se çfarë ndodhte në një stacion radio, si bëj një emision mëngjesi. Unë çfarë duke bler, duke parë, duke vjedhur në thonjza, se si bëj kjo gjë, çfarë ndodhte aty realisht. Unë isha dëgjues i radios pambarimisht, e kisha shumë qejf. Po ta shikosh nga ana tjetër, pastaj ishte diçka shumë e vyer. Dhe kam bërë këtu me studentë të gazetarisë të njëjtën gjë. I kam marrë në radio. Kjo ka qenë një projekt ku ata nuk kanë paguar asgjë dhe për 4 muaj kanë ardhur dhe kanë mësuar si bëhet një kronik, si bëhet montazhi televiziv, si flitet në mikrofonin e radios, gjithçka vetëm për të çmitizuar këtë, se pashit e gazetaria ata dilnin me fletoren sjetull
Dhe kur ti shkon në një vend pune që ka teknologji, ka ato lingon e vet, mënyra si flitet, si quhen gjërat e ku diun se çfarë, dhe ti jesi ai dreri në dritat e një kamioni që ngrin e nuk lëviz dot. Dhe thash, nëse e çmitizojmë këtë, nëse këta çunat e gozat kanë hyrë, kanë parë, kanë prekur, kanë përdorur të gjitha mjetet, kur të shkojnë trokasin nesër, e ti thot ai, po e bën ti dot këtë? Ai mund të thot po e bëj. Po di se si bëhet paktën, nëse nuk e bëj, po di se si bëhet. Dhe ka qenë shumë i suksesshëm. Për 2-3 vjet që kemi pasur atë, kanë ardhur ata studentët dhe me thënë të drejtën, se me njërin tani kolege pata një bisedë në një vend një ditë më vonë kur u takuam bashkë, ata që ishin më të përkushtuar, që merrin vetëm një certifikat që në fund fare realisht ligjërisht nuk ka se vlen ndonjë gjë përveç se për stimul moral, ata sot gjithë punojnë në televizione. Në Klan, në Top, në ABC News, në Euronews. Unë kam kolegë tani ata që i kisha student, ata më quajnë profesor, mua se do që si ishin studentë dhe mi direkt, por ata që ishin më të dhënë, e nuk ishin pak, të gjithë kanë gjetur punë. Se thua e nuk do të them kanë gjetur punë, se nuk është me ngrënë një çap buk, domethënë punë. Ata po bëjnë atë që donin që të bënin. Edhe e donin aq fort sa që nuk u rëndej, që mbas mësimit shkonin të kalonin. Kjo ishte 4 herë në javë që unë e bëja atë. 4 herë në javë për 4 muaj të vinin të mësonin me mua atje se si bëhet kjo gjëja. Shumë e vërtetë është, edhe eksperienca ime e punës këtu në fillim ka të njëjtin kontekst. Unë vajta te Neptuni edhe po përfytyroja, po ndroja çfarë pune është, sepse kisha mbaruar shkollën, kisha mësuar. Edhe gjëja që më thonë ata te Neptuni, më thonë merchandiser. Nuk e kisha dëgjuar asnjëherë këtë fjalën, domethënë si ai dreri. Çfarë ndodhi këtu? Fatmirësisht, unë e pyeta nuk e di çfarë është kjo, të them të vërtetën, po do ta mësoj, ta bëj. Pra, se unë kisha vajtur si praktik, s'do më paguanin lek, kështu që e kisha mundësinë t'i thosha atë gjë, dhe i pyeta çfarë është, edhe më tha nuk e di mas ne çfarë është. Na ka thënë konsulenti që duhet ky pozicion, gjeje vet, ndërtoje vet edhe bëje vet. Edhe e bëra për 3 muaj atë gjë. Pastaj unë kalova të gjitha shkallët që ishin aty, ndërkohë të gjithë njerëzit që ishin te Neptuni më thoshin të njëjtën gjë, po ku ritesh këtu? Këtu s'të njeri në detyrë, këtu ne kemi të rjetën me këtë rrogë dhe kemi ngecur me këtë rrogë, ndërkohë unë vetëm vazhdoja ritesha. Dhe arsyeja ishte sepse unë kisha vajtur për të mësuar aty. Nuk kisha vajtur as për atë rrogën, sigurisht që e doja rrogën, por kisha një objektiv për të mësuar se isha i ri. Unë kam shumë diskutime në këtë pjesë, po do doja të kalonim te pjesa tjetër e medias tani, sepse ajo ka një kontekst edhe më të rëndësishëm, pavarësisht se kjo ishte një minjerari për studentët, në qoftë se do e vlerësojnë, po disa do e vlerësojnë edhe do na i kuptojnë mbas 5 viteve mbase. Tani kalojmë te puna edhe te peshku pa ujë. Studentët këtu jam i sigurt që nuk e njohin peshku pa ujë, por unë mund të di të them që ishte kanali me më shumë trafik organik kur nisa të punoja online, edhe do kisha shumë dëshirë që të bashkëpunoja, po e pash që nuk ishte tamam biznes, ishte thjesht një projekt shumë i bukur nga njerëz që kishin shumë qef, edhe ishin shumë strikt me atë strategjinë, mindsetin, kulturën që kishit, dhe nuk arrita dot të gjeja një mënyrë bashkëpunimi, por a mund të më thuash vetëm disa numra, pra kur nisi dhe deri ku shkoi në trafik? Po. Thjesht për kontekst, sepse ta nuk e din. Peshku pa ujë ka qenë blogu më popullor shqiptar, para se Facebooku të bëj popullor në Shqipëri edhe portale tjera. Ne nisëm një projekt, unë në shtëpinë time, në Boston, një shok tjetër që jetonte në Chicago, në atë kohë Lukani, dhe një shok tjetër që jetonte aso kohë në Toronto, tani në Montreal, Penari, një projekt i cili quhej Ezeta, që ishte si gazeta po me enë përpara. Po flasim për vitin 2002. Kishit lindur në 2002-shin? Të gjithi? Jo. Okay. Tani ne ishim çuna të rinj, të gjithë beqar, sigurisht, 22, 3, 4 vjeç, domethënë, pak a shumë mosha juaj, ndoshta pak më të rritur se ju tani. Dhe ky ishte shumë elegant, kërkonte shumë punë grafike, ishte si shfletoi një revistë, ishte vërtet një gjë e bërë shumë bukur. Dhe e bëm disa muaj, bëm ja 6 numra, të kësaj një herë në muaj e nxirrim, por kishte kaq shumë punë sa që tham, ok, nuk po e bëjmë dot. Dhe na ndihmonte edhe një gocë këtu në Tiranë, që ishte grafiste, edhe një çun tjetër që ishte në Amerikë, kosovar, në Gjermani. Domethënë ishte punë disa njerëz që ishim njohur online me njëri tjetrin, sepse edhe ne që ishim jashtë kishte më shumë internet. Shqipëria ishte akoma kishte shumë pak internet, do shkojnë në internet kafet, ishte ngadalë, nuk bënte domethënë.
Kështu që ne kishim gjetur njëri tjetrin online, atë botën e vogël shqiptare në atë kohë dhe njiheshim. Dhe vendosim që për aq kohë sa të rigrupohemi për EZ-ën, me që kërkon kaq shumë mund për ta bërë, le të hapim një blog ansor që ata që ndjekin EZ-ën mos ikin fare. Dhe hapëm peshkun pa ujë. Peshku pa ujë jo vetëm që e te kaloi EZ-ën si projekt, nuk kërkonte aq shumë punë, ishte shumë i bukur grafikisht, por nuk kërkonte atë lloj impenjimi. Dhe papritmas është hapur në 2003-shin dhe deri në 2008-ën, pa frikë, asnjë blog tjetër nuk gjeneronte aq shumë trafik. Temat kulturës, temat politikës, të aktualitetit përditshme, opinione, dhe ne ishim për këtë që një hapësirë, dhe ishim shkolluar gjithë jashtë në Amerikë, në Perëndim, e kishim këtë konceptin që ti mund të flasësh, duhet të flasësh, që shqiptarët kanë nevojë të flasin, të shprehen, të dëgjojnë edhe pushtetet se çfarë njerëzit mendojnë realisht. Dhe kjo shkaktonte në Tiranë, ne nuk e dinim, se nuk vinim shpesh në Tiranë, shkaktonte edhe parati. Qoftë njerëz që ishin në pushtet, qoftë njerëz që ishin në gazetari, që thoshin po këta kush janë, ta që si njohim fare ne, si u futën këta, si u bën këta të rëndësishëm, kush është ky? Ne kishim gjimnazista të gjithë, domethënë dhe s'kishim as rreth profesional këtu, as kishim punuar as një ditë në Shqipëri ndonjëherë, thjesht na mbante ajo dëshira, pasioni për vendin. Dhe ishte një i katërt, një miku ynë Gjergji është shumë business mindset, akoma është, edhe ai na thoshte shiko, duhet gjejmë një mënyrë se si ta kthejmë këtë në një biznes. Si ta bëjmë këtë përfitues. Mirë, po unë isha në atë botën e kontentit, unë prodhoja kontent, gjeja foto, bëja kështu, andaj këtë thosha merreni ju me biznes, unë nuk di të bëj biznes, unë di të bëj këtë gjë. Tash e di ta bëj mirë. Dhe nuk gjetëm. Dhe nuk kishim nevojë. Dhe gjithë ishim të punësuar në gjëra të tjera, dhe ky ishte një projekt pasioni i bërë më njanë, kështu, por duhet kishim bërë diçka. Tani unë vajtoj, jo me OI, sigurisht, por sepse mund të ishte akoma është gjallë, peshku pa ujë, nëse shkoni edhe tani.com, funksionon, ka akoma njerëz që shkojnë, unë s'shkoj më, por akoma serverat paguhen edhe është një hapësirë atje, por nuk është ajo që ishte. Se Facebooku erdhi dhe ishte një revolucion. Tani gjithë njerëzit kishin hapësirat e veta, nuk ishte më nevojë që të vjen në një ashtu secili postonte, dhe kjo në një farë mënyrë për mua në aspektin mediatik prishi punë, dhe mbas 17 vjetësh mund të them definitivisht që prishi punë. Jo mua personalisht, nuk e kam problem, por prishi punë sepse media, për ne që e kemi bërë betimin e gazetarit, që e marrim seriozisht edhe me integritet këtë profesion, është filtri, media do të thotë medium, midis publikut dhe ngjarjes, që ndodhe ti e mediumi që e përcjell atë gjë. Pa media ne nuk do dinim çka ka ndodhur sot as kombinat, as në Alidem, as ku diun tash. Le më pasaj në Rom apo në Washington apo në Rusi e në Ukrainë. Kjo është çfarë lidh botën bashkë. Çdo libër që kemi lexuar është në fakt një medium. Çdo rrjet social është një medium në vetvete. Por kur ti ke filtra profesional të gazetarisë, se ka dhe të shmendur që dërgojnë artikuj ku ata kanë parë në ëndër sikur u ka hyrë Sali Berisha në shtëpi natën, nuk ka marrë këtë atë. Mund të ashtu, po ti ke përgjegjësinë që thua jo, kjo nuk është për botim. Këtë nuk mund ta lejojmë. Atje sepse qartazi është një çmenduri. Sot të gjithë janë të lirë në çmendurinë e vet të publikojnë çfarë duan. Dhe ajo që ka rënë edhe që më bën mua të lëngoj për mediat e sotme, portalet kryesisht, është që në Boston Globe, ku kam punuar, kishte një shprehje që thuaj muri i madh kinez, që ndante departamentin e marketingut, ku isha dhe unë, nga departamenti i gazetarisë. Dhe këta nuk ishin punë me njëri tjetrin, prandaj ishte muri i madh kinez. Që do të thoshte që nëse sponsori X i gazetës kishte shitur pul me salmonel, ai lajm do dilte dhe do dilte në faqe të parë. Sepse muri i madh kinez nuk e pengonte atë redaktorin e gazetës që thoshte ky është lajm. Ky ka rëndësi për popullatën, për publikun, për lexuesin ton. Ne kemi nevojë të shërbejmë atyre duke i thënë që ajo pul është e elmuar. Ky muri i madh kinez sot për portalet, qoftë edhe media më të mëdha në Shqipëri nuk ekziston. Nëse marketingu që ka hyrë në atë kompani paguan dhe pula e tij elmon njerëz, ky lajm nuk del. Sepse prishet sponsorizimi. Kam përshtypjen që është globale apo është edhe globale, patjetër ndodh në ashtu, po nuk ndodh për deri tek pula. Po. Më kupton, po mund të ndodhi për Boeingun. Për shembull, nëse avionet e Boeing siç doli janë të pasigurt. Atëherë do shkruhet për Boeingun pavarësisht të gjithave. Sot lajmi është bërë produkt. Dhe nëse ti tregon lajmin ashtu siç është, dhe nuk është seksi, edhe vërteta shpeshherë nuk është,
është e thjeshtë, ose e komplikuar, por është ajo që është, atëherë nuk klikohet. Atëherë si ta bëjmë që të klikohet? Po i vëm një bisht, ja luajmë buzët me të kuq, i shtojmë diçka tjetër këtu. Domethënë ti fillon nga një lajm, krijon një trillim, sensacion. një sensacion që të marrë klikime, edhe punë e madhe se bas atij linkut që ju ndoqët edhe ai titullit nuk doli, ju ka ndodhur gjithëve, jam i sigurt, që të gënjeheni nga një gjë edhe futet atje clickbait siç quhet. Ç'a bën ajo ama është që gryen reputacionin e këtyre portaleve. Në shumë pak kohë, dhe ka ndodhur tani më, janë ngritur edhe janë fikur sepse njerëzit mërziten sepse nuk ofron asgjë përveç budallalliqeve, gënjeshtrave, sensacioneve etj. Kështu që ka një problem tani me mediat kur lajmi është malli dhe vëmendja është monedha. Si ta tërheqim këtë vëmendjen? Është shumë kollaj ta tërheqësh vëmendjen duke bërë budallalliqe. Sfida është si mund ta tërheqësh vëmendjen duke sjell vlerë, duke u përpjekur të sjellësh vlerë. Edhe në biznes, unë biznesmen nuk jam asesi, kam një biznes, ofroj shërbime, më kontaktoni, por dua të them që edhe në biznes, po nuk solle vlerë, nuk vlen. Është e njëjta gjë praktikisht. Nëse produkti yt ka vrima, nuk bën, nuk e mban atë premtimin që ka bërë, atëherë shumë shpejt do fikesh. Kam dëgjuar pafund podcaste e biznesit dhe një herë dikujt ju bë pyetja, a duhet të punoj me integritet apo duhet që nëse kam rastin t'ja fus Valerit, bëjmë një ujdi bashkë, po ka një moment që unë mundet të gënjej, të mashtroj, ta marr unë për vete këtë gjë. Edhe të fitoj më shumë se sa më takon, karshiteje. Edhe përgjigjja ishte, nëse do të punosh afat shkurtër, bëje. Futja. Merja, mashtroj, por nëse do të punosh afat gjatë, ka nevojë që të kesh një reputacion. Dhe reputacioni është ajo që njerëzit thonë për ty kur ti nuk je në atë dhomë. Çfarë njerëzit thonë për ty kur ti nuk dëgjon? Është ajo që lë pas kur ti mbyll derën. Dhe pastaj njerëzit fillojnë të flasin. Kështu që nëse nuk prodhon vlerë të vërtet, unë nuk mendoj se mund bëhet këtu ka një tis perceptimi në Shqipëri që biznesmeni është pak mashtrues. Pak zmadhus, pak... Jemi akoma në fazën fillestare, pak hileqar. Kurtër të biznesit. E disa mund të jenë, por unë nuk mendoj që mund realisht të bësh biznes gjatë edhe mirë me këto lloj manovrash. Ju thatë ka një problem me kontentin dhe neve në biznes problemin e shikojmë si mundësi. Kështu që do kthehemi pak te ajo pjesa, po dua vetëm të ndalem kjo si eksperiencë tani, peshku pa ujë, edhe pse mbase nuk realizoi diçka të ardhura, ose a ishte një eksperiencë që mësove gjëra dhe si mund t'i konsiderosh këto mësimet edhe me shkollën? Pra, a janë ekuivalente, pra a kanë vlerë? Patjetër. Për mua ka qenë një shkollë, praktika ime e zakonshme ishte kjo. Unë çohesha rreth orës 5:30 në mëngjes, bëja një dush, edhe ulesha para kompjuterit. Dhe ndërkohë që ishte ora 5:30 në Amerikë, ishte ora 11:30 në Tiranë. Kjo mua më voliste, sepse disa ngjarje kishin ndodhur tani më, ngjarjet kësaj. Dhe unë shikoja, merja këto dhe postoja. Se atë detyrën e redaktorit kisha, e bëja shumë mirë, dija se ku ta gjeja lajmin. Unë nuk e merja copy-paste, për shembull nga një media tjetër, por ne furnizoheshim me informacion nga media tjera dhe shkruanim materialin ton mbi to. Dhe e bukura e kësaj, sepse ishte crowdsourced, si thua, si gjë ishte që unë ndonjëherë 2 paragraf më mjaftonin që unë e shtroja lajmin. Kjo ka ndodhur. Dhe kur e hapja prap një orë më vonë, aty kishte ndonjëherë 1000 komente. Mbi ato 2 paragraf që unë thjesht vëja lajmin me një foto, edhe ajo ndodhte vetë pas. Ato komente gjenerojnë komente tjera dhe krijoi një trafik jashtëzakonshëm që merrte një orë tek, domethënë çu funksiononte atje. Dhe unë këtë e bëja çdo ditë, deri në orën 7. Në orën 7 dilja, përveç asaj periudhës 4 mujore që kam qenë në radio që duhet isha atje që në 5. Por në orën 7 dilja, në 7:30 isha në punë, aq më mbante gjysore. Dhe atje prap kisha mundësi, sepse puna ime e tillë ishte që nuk kisha nevojë të isha kështu duke punuar. Unë kam pas kontrollin e cilësisë. Dhe çfarë ndodhte ishte që do printoheshin 2 milion kopje të një reklame, marketingu. Dhe detyra ime ishte që të sigurohesha që ishte kopja e duhur, se kishte disa kopje që ngjanin shumë me njëra tjetrën. Po njëra ishte për dyqanin në Mullet, tjetra ishte për dyqanin në Vorë, tjetra ishte për dhe ato dukeshin pothuajse identike, por duhet shikoje kodet. Dhe detyra ime ishte që të printoheshin të duhurat
dhe vija firmën, kontrolloj atë, okay, është në rregull, vazhdoni. Tani ata 2 milion kopje donin gjithë ditën ti printonin. Dhe unë çdo një orë shkoja, kontrolloja, dalja makinat, kontrolloja që çdo gjë vazhdonte normalisht, thosha vazhdo, okay, vazhdojmë. Kështu që isha shumë i lirë në këto, më çohesha 8 herë gjatë ditës për të kontrolluar atë makinerinë që ishte në rregull, dhe kohën tjetër pastaj shpenzoja prapë te peshku pa ujë. Duke u marrë me këtë, edhe mësova si të shkruaj, mësova si të mos shkruaj, puna të mëson. Është jashtëzakonisht e nevojshme, por puna të mëson. Kur shkova në fillim në Amerikë, thjesht për praktikën e kam këtë, se ndoshta zgjatëm, më falni, është vesh profesional. Jo, s'ka problem. Shikoj presidentin George Bush të parin në një reklam televizive. Dhe thoshte, lexojini fëmijës tuaj një artikull gazete çdo ditë. Dhe kjo do të përmirësoj shumë anglishtën e tij. Ai ishte më president ako, ishte Clintoni president, po kishte qenë president. Thash, çfarë thot ky? Lexojini fëmijës tuaj një artikull gazete çdo ditë. Në Amerikë ka 2 standarde të shkruarit gazetes. Ka gazetë për punëtorët, që shkruan me një gjuhë gjimnazi, e quajnë ata, dhe ka gazetë për intelektualët, që shkruan me nivelin e universitetit. Domethënë është fjalor më i pasur, më i rafinuar, pra shkruhet në 2 nivele, dhe ata që shkruajnë për punëtorët janë po ashtu shumë intelektual. Po e ulin vet atë që ta bën më të thjeshtë, më të kuptueshme, se e din që ai që do ta lexoj gjatë vaktit mund të jetë njëri që punon në ndërtim, mund të jetë njëri që, kupton, nuk ka bërë universitetin. Kështu që unë punoja në një gazetë nga këto të lartat, po e quajmë elitarët, dhe lexoja gazetën çdo ditë atje. Lexoja një artikull, ndoshta 2, ndoshta 3. Dhe anglishtja ime u përmirësua aq shumë, vetëm nga leximi i këtyre artikulleve. Atyre kuptova unë se çfarë thoshte George Bush, sepse gjuha që ata përdorin në gazetë nuk ishte gjuha e rëndomt, po ishte një gjuhë që përmbante brenda, domethënë, dhe praktika të mësonte. Praktika është, asnjëherë mos prisin që kushtet të piqen në mënyrë të përsosur, që gjithçka të jetë një ditë me diell, atëherë do të filloj unë atë gjën time. Kur të jetë ditë me diell, kur unë të kem rënë në peshë, kur unë të jem gati, kur asnjëherë nuk do jeni gati. Seneca thot për një stoik tjetër, për ta cituar, që budallënjt janë gjithmonë duke u bërë gati të jetojnë. Budallënjt janë gjithmonë duke u bërë gati të jetojnë. Të mençurit jetojnë, punojnë, provojnë, dështojnë. Tani, në mënyrë të papërsosur, pa patur atë shkëlqimin ose një shenjë nga Zoti që sot është dita, ti e fillon keq, e fillon zhdrapa zdrupa, po duke ecur fillon të mësosh si ta bësh më mirë, korrigjon gabimet, nuk i përsërit ato gabimet, dhe pa pritur e pa kujtuar, ndërkohë që mund të kishe pritur dhe një vit tjetër, ti ke ndërtuar diçka. Dhe tani që e ke ndërtuar atë gjën, mund të fillosh ta merremetosh, mund të fillosh ta bësh më të bukur, më të mirë, po duhet fillosh sa më shpejt. Sonte, po të jetë mundësia. Mos e lër për nesër, mos e lër për kur ti të jesh vërtet gati. Se njerëzit i thonë vetes, unë do jemi lumtur kur të martohen. Kur të mbarojnë provimet. Do jemi lumtur kur të kem bërë fëmijë. Do jemi lumtur kur të kem bler shtëpinë e parë. Po jo, prapë jam i lumtur. Po kur të kem një shtëpi në plazh, atëherë do jemi lumtur. Dhe prapë si i lumtur. Dhe kur të kem këtë lloj makine, atëherë do jemi lumtur. Janë gjitha gënjeshtra. Nuk lidhet lumturia me asnjë gjë materiale, me asnjë gjë. Ti mund zgjedhësh të jesh i lumtur, mund zgjedhësh të jesh i kënaqur. Warren Buffett, ndoshta e keni dëgjuar këtë se është shumë e njohur, jeton në të njëjtën shtëpi që ka bler kur e ka bler në fillim të viteve 70. Duhet 71-shin, 73-shin. E ka bler $37,000. Në atë kohë aq bënin shtëpit. Ai është miliarder, 100 herë miliarder, dhe jeton prapë në atë shtëpi. Dhe është shumë i lumtur. Se nuk e gjen kënaqësinë në statuja ari, e ku diun se çfarë, në bide, floriri e kështu gjërash. Ai e gjen lumturinë në punën që bën, në atë që prodhon, në vlerën që prodhon, dhe është i kënaqur me atë hapësirë që e ka bler kur kishte shumë pak para. Statistikisht, thjesht për ta mbështetur këtë, njerëzit e lumtur që kanë parë mes të pasurve dhe jo të pasurve, është probabiliteti është i njëjtë. Domethënë nuk kam parë asnjë ndryshim që te njerëzit e pasur të ketë më shumë të lumtur se te njerëzit e varfër, ose jo të varfër, por normal. Tani për të kthyer te konteksti i problemit, pra ne kemi një problem në kontekstin global që media tradicionale po e humbin fuqinë e tyre, dhe njerëz si unë, ose si ju, ose si secili prej këtyre studentëve,
po ju marrin fuqinë e mediumit tani. Në rastin konkret, ju e kuptoni kontekstin e mediumit, po unë për herë të parë e konceptoj në këtë formë. Unë di që tani kam një vegël, që është ky telefoni im, edhe unë prandaj nuk rri në rrjetet sociale fare, po unë postoj. Sa herë të jetë e mundur, prandaj po e filmojmë këtë intervistë, sepse e di që tani njerëzit po nisin të marrin besim tek individët. Tani në kontekstin e studentëve, këta nuk e din mediumin e vjetër, këta din vetëm mediumin e ri. Dhe këta e kanë shumë të lehtë të të futen në botën e asaj, por këta nuk kanë asnjë informacion teknik mbi mediumin edhe asnjë anë profesionale nuk e kanë. Dhe ndjen një lloj konfuzioni dhe ngecin. Si një profesionist, dhe duke ditur gjitha llojet e mediumeve, duke ditur peshkun pa ujë, si mund ta nisin me aq sa din, mediumin e tyre, emrin e tyre, ose atë markën që ata po ndërtojnë sot. Pra nga ta nisin edhe sa perfekte mund të jetë, ose si... Kuptoj shumë mirë. Një ushtrim që kam bërë me studentët e gazetarisë në të kaluarën, ka qenë ky. U thosha, mendoni sikur jetonit në vitet 90. Por ju mund të jetë ushtrim pak më i vështirë, duke qenë se jeni të rinj, po vitet 90 mua më duken shumë afër, me të drejtën. Kjo është çështje moshe. Në vitet 90 i thosha, sikur të nisnim ne një medium, pa e përcaktuar se çfarë do ishte, çfarë do na duhej. Në vitet 90 mediumi ishte gazeta. Gazetat kanë qenë mbreti. Çdo ditë në Tiranë shiteshin mira kopje gazetash që herët në mëngjes, njerëzit merrin gazetën në gji, edhe shkonin në punë, në shfletonin, e hapnin, lexonin, mësonin, bënin fjalë kryqin, këto tjetra. Dhe që të bëjë një gazetë në vitet 90, duhej të kishe një zyrë, minimumi, ku do të shkruaje. Duhet të kishe kompjutera. Duhet të kishe një shtypshkronjë, këta shtypje. Të duheshin këto bobinat e mëdhaja të letrës, të duhej boj, të duheshin gazetarë që të shkonin të prodhonin lajmin, ta merrin terren, vinin ta shkruajnë atje. Pastaj mbasi kishe printuar gazetën, të duheshin shofer që ta shpërndanin në të gjithë Shqipërinë, në këta shitësit atje. Kështu që ishte pamundur që një grup gazetarësh të rinj ta hapnin një gazetë. Atëherë as banka që të merrnin kredi nuk ekzistonin në formën që janë sot. Kështu që ose do punoje për dikë, ose do mbeteshe pa punë, do filloje një profesion tjetër. Kështu që do të shkoje te një pronar gazete, do të punoje për të, do të punoje sipas shefit të tij, sepse ai kishte 1 2 3 4 5 6 interesa të tjera, donte që gazeta t'i binte qeverisë dhe të mbështeste opozitën apo të mbështeste qeverinë dhe t'i binte opozitës, çon si ka. Po do futeshe atje dhe nuk do humbisje atë lirinë e idealizmin e një gazetari që do të prodhoj lajm. Sot kjo nuk është më kështu. Sot në telefonat që kemi në xhep secili prej nesh ka më shumë fuqi kompjuterike se ç'kishte kompjuteri më i madh në Amerikë në vitet 90. Në çdo telefon. Universitetet kishin kompjuterën në atë kohë, të parët, edhe ishin dhoma të mëdhaja me ca vetëm ftosit bënin zhurmë, se kaq e madhe ishte ajo dhe s'kishin fuqinë që ka celulari juaj. Sot i mund të prodhosh një artikull, një video mbi një gjë që ty t'intereson. Hemingway thoshte, shkruaj për gjëra që i di. E shkruante gjithmonë nga përbërjat e veta. Çka kishte parë në luftë, çka kishte jetuar në aventurat që bënte në Afrikë, ku shkonte për peshke, për gjueti, për këto, ai i kthente në libra. Të dashurat që kishte pasur i bënte personazhe, thoshte unë shkruaj vetëm ato që kam jetuar, se këto i njoh. Dhe unë them që nëse filloni diçka, sot është tërësisht e mundur, me shumë pak para, nën 1000 euro, ndoshta edhe nën 500 euro, që ti të bësh një studio ku duhen praktikisht 2 koltuqe apo 2 karrige si kjo, 2 mikrofon, kamera, edhe në kuadër të këtij shpenzimi, apo mund ta marrësh me qira se ekziston, ti mund të prodhosh një bisedë, e cila nuk ka nevojë të jetë një bisedë që më drejtohet mua, po ka nevojë që ti drejtohet atyre që janë të ngjashëm me ju. Dhe ka nevojë të jetë rreth gjërave që ju i dini, jo rreth gjërave që ju si dini. Nuk mund të flisni për gjëra që ende si keni përjetuar, provuar, parë, por ato që ju i dini, fjala vjen problemet që kanë sot të rinjt. Qoftë në dashuri, qoftë në punë, po themi në marrëdhëniet që keni me shtetin, me familjen, me të tjerët. Dhe ata që do t'ju ndjekin do jenë të ngjashmit tuaj. Ata që e gjejnë veten të reflektuar në bisedat tuaja. E rëndësishme është që të jetë e vërtetë. Dhe ajo çfarë ndan podcastin dhe e bën sot mbret në krahasim edhe me televizionin që ishte, ndoshta ende është duke u kapur me thonjë të froni, si mbret është që podcasti ka një tjetër regjistër komunikimi. Nuk është një bisedë televizive e ngrehur me kravatën
e ku diun se çfarë, por është më e lirshme, më njerëzore, më e gjatë, më pak e strukturuar 1 2 3 4 5. Ju e dini në televizionet amerikane, edhe këtu, kur kemi punuar, gjithçka është shkruar në një prompter, i cili është një xham përpara kamerës që nuk duket nga kamera, nuk e sheh kamera, por ndërsa unë shikoj drejt e kamera, në fakt ka tekst në atë xhamin që lëviz përpara kamerës dhe unë po lexoj. Unë nuk po shpik nga mendja. Dhe mua më pëlqente shumë prompteri sepse unë e shkruaja vet editorialin dhe kur fillonte ajo që ishim live, ai editorial që unë kisha shkruar fjalët e mia, por që unë kisha marrë kujdesin të vija presit aty ku duheshin, gjithçka tjetër rrithte atje. Vinte kështu scrolling up. Dhe unë e lexoja dhe më pëlqente që mua s'më merre goja asnjëherë, se s'kish si të më merre, e kisha atje, se kisha punuar për atë që ishte zëri im i shkruar nga unë, edhe më pëlqente që ajo t'i vije pika në fund ku duhej, pa bër këto gjërat e tjera që ndodhin kur nuk e ke atë prompterin. Po nuk ka nevojë të jetë aq perfekt, nuk ka nevojë të jetë aq i stilizuar, i qëndisur deri në fund, aq kosa është i sinqertë dhe i vërtetë. Bashkë ndoshta e përmend, po në zgjedhjet e fundit presidenciale duhet të keni dëgjuar këtë fakt se u përmend kur shkoi Trump te Joe Rogan atë natë. Joe Rogan pati më shumë views sesa CNN, Fox News, ABC News, CBS News, MSNBC News të marra së bashku. 5 rrjetet më të mëdha amerikane, është i thua që podcasti i Blendit atë natë pati më shumë views sesa transmetimet e Top Channel, Klanit, Vizionit, News 24-s, edhe Euronewsit të marra së bashku. Më ky është realiteti atje. Njerëzit kanë braktisur sepse ka interesa, sepse ka debatet kotat pafundme se ata atë shesin. Ata shesin debat, domethënë shesin një grep si të mbajnë interesin e njerëzve sa më gjatë, po atë interesin jo të vërtet, interesin e thellë dhe për familjen, për fëmijët, për punën, për biznesin, po atë interesin aty për atyshëm, kurreshjen. Dhe njerëzit tani po emigrojnë, po largohen nga televizioni, po emigrojnë gjithashtu sponsorat, sepse shikueshmëria ka rënë me 25% në 4 vjetet e fundit. 25% në 4 vjet. Edhe trendi është duke zbritur për poshtë. Njerëzit nuk duan të shohin më televizor. Brezi juaj nuk kanë mësuar të shohin televizor. Në kohën time filmi fillonte në orën 9 të dielën dhe po mos isha aty ta shikoje, nuk e shikoje dot. Deri në ritransmetim të hënën ndoshta apo të shtunën tjetër, këto seriale. Po HBO i bënte të dielave në orën 9 shfaqet në HBO një seria e re që është për herë të parë. Dhe pastaj të shtunën e transmetojnë prapë që të kapin këta që s'e kanë parë që se të dielën është e dyta. Dhe transmetojnë të parën të shtunën që t'i japin një mundësi atij që është shumë e zgjuar si kështu. Kurse sot ti mund ta bësh këtë gjë në kohën tënde, njerëzit shikojnë Netflix, në Netflix nuk ka reklama. Dhe duke qenë që shikueshmëria ka rënë, njerëzit prap kanë këpucë për të shitur, libra për të shitur, pallto për të shitur, makina për të shitur, ilaçe për të shitur, thonë ku do i shesin? Në Netflix nuk i shesin dot se s'ka reklama. Në televizion nuk duam të çojmë se shumë shtrenjtë dhe shikueshmëria ka rënë, nuk ka leverdi. Atëherë ku do i çojmë? Ka influencerë, ka dhe podcaste, që kushtojnë shumë herë më pak se sa televizioni, po për ata grupin e vogël që realizon një podcast, nuk kanë qirat gjigante të televizioneve, nuk kanë stafet ushtri të televizioneve, nuk kanë ato lloj shpenzimesh dhe të del. Në rastin më duket se ta përmend aty, një rast konkret i një gazetari në CNN që paguaj $8 milion në vit, i thanë këtë vit që me këtë ekonomi të re, me këto buxhete të shkurtuara nga sponsorat që kemi, ne të ofrojmë $1 milion në vit. Merre ose lëre. Dhe ky u tha, lëre, më mirë, sepse unë do hap podcastin tim. Sepse nuk mund të bëj $8 milion në vit me podcastin tim, po më shumë se një do bëj, e sigurt. Mund të bëj 3, mund të bëj 4. Kështu që ka dalë më vete, e bën afër shtëpisë, ka sajuar shtëpinë se ai është i pasur, dihet, për këtyre 8 milionshave që merrte çdo vit, dhe ka bërë studion që ndërkohë që është me rob dësham, bën dushin, pi kafen, vishet, zbret në studioja e tij, bën emisionin dhe kaq, mbaroi, podcasti është i përditshëm. Janë mendimet e tij, analizat, opinionet, gjërat i ftuari që s'ka nevojë të jetë fare aty, se sot ti e lidh me mund të jetë në kontinent tjetër, ti e bën atë lidhjen jo Skype, jo Cisco, jo çfarë doni juve. Dhe ja u bë. Edhe u bë për shumë pak mundim se sa në CNN dhe me shumë përfitim dhe mendoj që kjo që po ndodh tani në Amerikë do ndodhi këtu se s'bën shumë shpejt. Domethënë ka hikur ajo panorama e vjetër është në dalje sipër, është ai tranzicioni
në ekran, kështu që shkon nga e majta në djathtë për të zhdukur për gjithmonë, dhe tani vjen një foto tjetër, që është podcastet, që janë prodhimet e pavarura, cilat kërkojnë më pak shpenzime, dhe pastaj mund të shpërndahen pa pas nevojë që të hynë në televizion. Do ta mbyll me këtë. Këtë kam dëgjuar nga komedianët, stand-up comedians, ju i njihni se kush janë dhe dini se çfarë bëjnë. Dikur thoshin këta, ishte shumë e vështirë që të bëheshe një yll i komedisë, stand-up. Pse? Sepse shfaqjet bëheshin në salla të mëdha, në qytete të mëdha dhe regjistroheshin për audienca televizive më vonë. Dhe ti duhet bëje humor për të gjithë. Humor që t'i bënte të qeshnin edhe të mëdhenj, edhe të vegjël, edhe të bardhë, edhe të zinj, dhe të moshuar, dhe gra, dhe burra, nuk ishte rëndësi. Duhet prodhohej një humor shumë gjithëpërfshirës. Dhe kjo nuk ishte e lehtë. Prandaj ishin vetëm me kokra, 1, 2, 3, 5, 6, 10 veta që ishin të mirë. Pastaj tjerët sot ka shumë komedian, cilët shfrytëzojnë YouTube-in, sepse ai bën një humor shumë të zi, i cili nuk mund dilte në televizor atëherë se është i mirë si humor i zi, por nuk është për gjithë. Gjysma do ofendohen, gjithë do thonë, e tefroj, kjo është çmenduri. Por ky thotë, okay, unë dua të bëj humor të çmendur. Dhe do të bëjnë kanalin tim në YouTube. Dhe kam si audiencë gjithë botën. Dhe tani është e mundur për këtë, ta bëj atë humorin specifik të çmendur dhe të ketë audiencën e vet. Domethënë ka audiencë faqe tatuazhesh. Dhe njëri është në Irland, tjetri është në Bangkok, tjetri është në Australi, tjetri është në New York, tjetri është në Tiranë, sepse ai është komuniteti i njerëzve që pëlqejnë tatuazhet. Dhe sot ti nuk ke nevojë ti kapësh gjithë. Nuk ka nevojë që të dalësh në televizor, edhe ti jesh për të gjithë, aq i mirë. Ti mund të bësh gjën tënde në kanalin tënd dhe do ta gjesh audiencën tënde, se bota është shumë e madhe dhe aq, nëse ke 30.000 subscribers, për ty mjaftojnë. Janë më se mjaftueshëm. Unë vetëm një kontekst edhe do të bëj një pyetje tjetër në lidhje me këtë dhe e kalojmë temën. Kam paguar Sarën që do e kemi të ftuar këtu, Sara Karaj, është një youtuber nga të parat në Shqipëri. Diku te 500 euro për një video, më ka sjell bashkë me Gretën, më ka sjell mbi 10 fishin e shitjeve nga Portokallia apo Ariançani, që ishte mit në atë kohë në 2018 2019. Edhe duke i parë shifrat online, unë nuk pagova më asnjë media, kalova vetëm në influencera dhe youtubera. Por tani këta nuk janë studentë të komunikimit, edhe kanë shumë të vështirë. Ty të vjen shumë naturalisht kjo gjë. Unë personalisht e kam provuar, unë s'kam asnjë informacion, madje Ledioni më ka thënë se bëm një test e radio, e do bënim një emision në radio te Top Albania. Edhe më tha, zëri jot është aq i tmerrshëm që sa s'bëhet për radio, po i thashun është s'bëhet asnjëherë apo shumë keq për tani, jo, shumë keq kështu. Edhe më dha disa teknika dhe duke nisur impostuar pak intonacionin, duke rregulluar pak zërin, tha po ky është zëri që duhet kesh, po e ke këtë zë, je okay. Unë nuk ju futa asaj gjëje se nuk kisha interes, po dhe kontenti që unë bëj është i mjaftueshëm. Megjithatë unë jam pak ndryshe, jam shumë risk taker. Çfarë mund të ketë ndonjë teknik të thjeshtë për këta studentë që nuk ndjehen perfekt, ndjehen që nuk kanë kompetencë në këto mediume, edhe kanë frikë edhe të postojnë te vetja e tyre shumë gjëra. Pra nga mund ta nisin ose a mund ta mësojnë dhe sa kohë ju duhet? Patjetër, mund ta mësoni. Kjo e zërit njerë është mit. Është totalisht mit. Që ke një zë radiofonik apo se ke. E gjitha mësohet. Po. Unë kam dashur të bëj radio më shumë se çdo gjë tjetër. Edhe akoma dua. Më pëlqen se është elegante, sepse nuk ka nevojë që të ulesh ta shikosh. Ti mund të lidhësh këpucët, mund të jesh duke ngar makinën, mund të jesh duke bërë palestër, mund të jesh duke ecur në rrugë, edhe ti mund të dëgjosh. Nuk ka atë narcizizmin e televizionit që thot ulu, lër çdo gjë dhe më shif. Radio nuk ka nevojë për këtë. Dhe mua kjo gjithmonë më ka tërhequr gjithmonë. Dhe unë nuk kisha bërë në improv zëri, ishte një dëshirë e mbjellte unë, sepse unë isha dëgjues që i vogël. Paskush më kishte thënë kurr, ti ke një zë të mirë. Asnjëherë s'kisha dalluar unë për një zë, as për kënduar, as për një gjë. Dhe vetëm kur fillova të mësoj duke dëgjuar veten se si ta përdor zërin më mirë. Ti vetiu, vetëm me praktik, ti dëgjon, të mëson vetë puna. Duke dëgjuar edhe të tjerë se si e bëjnë diçka, si bën një hyrje, një dalje, një mbyllje, një gjë, unë gjithmonë vjedh, vazhdimisht vjedh. Është një libër quhet Vjedh si artist. Ju rekomandoj.
është i vogël. Po mund të vidhni të gjithë, nuk ka asgjë origjinale. Harrojeni këtë. Gjithçka është e bërë. Ka ndodhur gjithçka në diell, thot mbreti Salomon në Bibël. Ne ndërtojmë mbi shpatullat e gjigantëve. Ne hypim mbi shpatullat e tjerëve. Dikush shpiku biçikletën, pastaj shpikën biçikletën elektrike, pastaj skuterin, pastaj tjetrën, po nuk erdhi as motorri më i bukur nga hiçi. Erdhi sepse kopjuan nga modeli i një biçiklete që Leonardo e filloi që 1500 e than në Itali. Kështu që nuk ka nevojë që ajo gjëra juaj të shokojë botën, të ndryshojë botën. Apo ai libri juaj i parë tjetë romani shqiptar i shekullit, po ka nevojë që të filloj, ka nevojë që të provosh. Tek The Outliers, Malcolm Gladwell është një autor që unë ja rekomandoj, është botuar edhe në shqip i gjithi, ka disa libra, të gjitha janë hite edhe janë libra të jashtëzakonshëm. The Outliers ai shpjegon historinë e Steve Jobs dhe Bill Gates dhe disa tjerëve. Se çfarë i bëri ata që ishin komandantët e industrisë. Të dy patën rastin kur ishin të vegjël që të kishin akses në kompjutera nëpër universitete, sepse Gates e kishte babain profesor dhe mund shkonte atje në atë universitet se ditë cili, ku babi ishte profesor dhe ai kishte akses në kompjutera që kur ishte 10 vjeç. Dhe ju fut kompjuterit dak kod, domethënë duke mësuar vet dhe në kohën, po kompjuteri atëherë ishte një gjë rrallë, askush nuk kishte kompjuter në shtëpi. Kur dolën kompjuter për marrë shtëpi, ky bleu i parë se ishte në atë botë. Dhe në kohën kur fillon Microsoftin, njerëzit akoma lexonin për kompjuterin gazeta, që do vi një kompjuter në çdo shtëpi, do quhet kompjuteri personal, pra shkurt PC, që i thon ata tash personal computer. Thonë po çfarë është kjo? Po do lidhet me internetin, e shpjegonin ti do mund të shikosh një koncert atje, do bësh kështu, domethënë këto interpretimet se çfarë do jetë interneti, njerëzit ç'është kjo? Ndërkohë ai kishte 10.000 orë. Ai Malcolm Gladwell për këtë flet për 10.000 orët. Janë ajo çfarë duhet, 10.000 orë praktik të bëjnë virtuoz në çdo gjë. 10.000 orë praktik nëse bën nga 3 orë në ditë, i thon 10 vjet. Pra nëse ushtron diçka 3 orë në ditë për 10 vjet rresht, ti kthehesh në një virtuoz, bëhesh mjeshtër. Kam një video që kisha postuar kohët e fundit edhe Beethovenin, imagjino Beethovenin ose Mozartin. Shkon për herë të parë, është 2 vjeç, 3 vjeç, hap atë kutinë e pianos, i bie tastit, del nota, pezull në dhomë, është një notë, e dëgjon ky çun i vogël, i pëlqen. S'di ti bjerë, Peleja me topin e parë, futbollisti më i madh i gjitha kohërave, kur e ka gjuetur për herë të parë ishte sa topi. E jam i sigurt që s'ka bërë gol me atë topin e parë, po ka gjithmonë një herë të parë. Dhe pastaj nga kjo lindin mjeshtrat edhe kryeveprat, po diku duhet fillosh. Diku duhet fillosh dhe të japësh vetes sa më shumë praktik, të japësh vetes aq më mirë për secilin prej jush. Ajo praktika do jetë shkolla juaj më e mirë. Kjo e folëm herën e parë që nisëm këtë aktivitet, që praktikisht edhe praktika për kufizimi është të bësh atë që do të mësosh. Edhe nëse ju doni të mësoni si të bëni video, thjesht bëheni atë që doni të mësoni. Por nga aspekti i asaj që ne jemi njësoj, edhe ti ke diçka që ne nuk e kemi, është ky përballja. Unë nuk jam përballur asnjëherë, nuk kam emigruar asnjëherë, por nuk e di çfarë më ka ndodhur, edhe kuptoj pak diferenca dhe kam vënë re që nuk ka ndonjë ndryshim shumë të madh midis nesh, edhe Amerikës tani e kuptova që ne jemi më rehat nga ajo që më the, po jo në aspektin e asaj që bëjmë. Megjithatë ka ca ndryshime. Nëse ti mund të veçosh diçka që ti e verej që ne nuk e bëjmë, po në këto vende të zhvilluara e bëjnë, por nuk është se është e vështirë për ne ta bëjmë. A ka ndonjë gjë që ke vënë re? Në aspektin e mindsetit. Unë e ceka pak më herët, diçka po i rikthehem në këtë kontekst. Mendoj që të filluarit punë herët, atje është një gjë që atyre u jep një avantazh. Dhe kjo ka ndryshuar edhe në Shqipëri. Tani shikojmë më shumë të vegjël, po i quaj që punojnë. Sigurisht brenda ligjit po flasim edhe për ato orare që lejohet e pas një moshe të caktuar, por atje mua më ka pëlqyer gjithmonë që njerëzit punonin që në gjimnaz dhe për paratë e tyre. Edhe kur i kishin prindrit të pasur, që nuk kishin nevoja për të punuar. Por shkonin dhe punonin në për këto restorantet kryesisht, domethënë siç u thash, kuzhinier, kamarier, punë që nuk ka nevojë për ndonjë shkollë apo për një gjë të jashtëzakonshme, por ti mëson orarin. Mëson që nëse nuk shkon në orar, do të bërtasë ai shefi i kuzhinës. Ku je?
Mbeten këto pa bërë, apo ato pa larë, apo ato detyra që janë atje. Dhe kjo disiplina, mendoj që i ushtron ata gjatë kësaj kohe. Para se të futen në universitet, ndodh që ata punojnë, gjatë kohës që janë në universitet, vazhdojnë të punojnë, dhe mbasi kanë dalë nga universiteti, e kanë këtë përvojën. Mund mos ketë lidhje me atë që do bëjnë më tutje, se ai del avokat, apo del inxhinier, apo del studius, apo ku diun, se çfarë po ndërkohë ka punuar. Ka punuar do të thotë ka respektuar oraret, edhe shkolla vetë është një farë mënyrë punë, është disiplinë. Një herë shefi im, aty ku isha në Boston Globe, më tha, sepse sollën një gocë, e cila u bë mikesh shumë e ngushtë më vonë. Po e kishte mbaruar biologji, edhe kishte mbaruar, nuk e di pse në Australi. Edhe ti punonte me ne atje. Edhe unë nuk e di pse, se unë s'kisha asgjë të keqe me të përkundrazi, shkonim shumë mirë tash këtia, i thash, cili është kriteri, thash, çfarë duhet të mbarosh që të vish të punosh këtu? Se ne jemi një kompani mediatike, ne merrem me këtë. Çiko Blendi më tha, gjithkush mund ta bëj këtë punë. Nuk kërkon, thoshte. Edhe ti çfarë më thot mua universiteti yt, më thoshte? Më tregon këtë gjë, që ti 4 vjet, 5 vjet, sa zgjati, ke marrë përsipër diçka dhe ke çuar deri në fund. Dhe kjo thot diçka për karakterin tënd, që ti një gjë që e merr përsipër e çon deri në fund. Më thot që ke bërë provimet, që ke bërë detyrat, që je zgjuar, që ke shkuar atje çdo ditë, dhe tani unë punën këtu mund të ta mësoj. Po më duhet një njerëz që të paktën i ka këto cilësi, që do vi çdo ditë. Dhe nëse vjen çdo ditë këtu, atëherë ai mund të mësoj ta bëj shumë mirë këtë gjë që bëjmë ne, nuk është në një super shkencë, çdo gjë mësohet. Edhe më bëri përshtypje kjo. Domethënë tregimi i disiplinës, të bësh diçka, disiplina është dashuri për veten. Është dashuri për veten edhe kur del për vrap dhe s'të dilet për vrap. Sepse ti do një version më të mirë të vetes. Dhe për këtë po punon, sepse do veten aq shumë sa që do ta shikosh veten mirë, do ta shikosh veten të shëndetshëm, ti del çdo ditë kur bie shi dhe e bën atë vrapin, nuk është kënaqësi, nuk është qef, është disiplinë, është dashuri për veten. Ti thuash jo asaj çokoladës para gjumit, a ku diun se çfarë, sepse ti do një version më të mirë të vetes tënde. Tani kënaqësit janë afat shkurtra. Kënaqesh kur shikon një serial 4 seri në 5 orë. Dhe se next, play next, dhe je aty në divan, duke ngrënë kokoshka, patatina, ku diun se çfarë, edhe po thot një tjetër Musonius Rufus, një tjetër stoik thot që vesi thot kënaqësinë ka të shkurtër për njollën e turpit e lë gjatë. Dhe sa ne bëjmë diçka që s'është e duhura, po është gjë e lehtë për të bërë, mbetemi me atë njollën e turpit. Kurse sa herë që ti çohesh për ta bërë këtë gjë që ke vendosur se do e bësh për veten tënde, që është e vështirë, që kërkon të zgjohesh herët, që kërkon që të qëndrosh lart, zgjuar deri vonë, nuk është vetëm që ti punove ato 5-6 orë, po është edhe virtyti që i fale vetes, që i the vetes që po, unë mund ta bëj këtë gjë. Ja e bëra sot, e bëra dje, do ta bëj prap nesër. Do çohem, do vi, do punoj. Dhe kjo në vetvete, pavarësisht se sa punë mirë ka qenë që ke bër, jep diçka, që të jep ty besimin që ti po mund të çohesh, ti po mund ta bësh këtë gjë. Edhe ajo ndërton, hap pas hapi ndërton. Dy gjëra në këtë kontekst. E para njëherë, nëse unë e dua veten shumë, pse të mos shikoj një video në TikTok që thotë kur shkon në orar e ke mirë me shefin, edhe e mbyll me aq, se sa të punoj një vjet në një piceri. Domethënë ku është ndryshimi? Pse të mos e dua kaq më shumë veten, ta rinë në shtëpi. Sepse mendoj që nëse e dëgjon nga TikToku, ajo nuk bëhet përvoja jote. Unë mund të them shumë gjëra që është okay ta bësh zërin kështu, ta bësh zërin ashtu, po nuk vajte ta provosh atë teknikën që të thanë vazhdimisht ti nuk e arrin dot atë. Asnjë gjë nuk e zënçon përvojën. Mendoj. Asgjë më orët. Shiko, po ti ishte aq kollaj, sa duke parë video TikToku, gjithë do bëshin të suksesshëm, do ishin bërë gjithë miliarderë. Të gjithë i shikojmë këto videot, të gjithë kanë premtime atje, këto 4 zakonet e njerëzve të suksesshëm, 9 zakonet e njerëzve të suksesshëm, 24 zakonet tua sa kanë këta. Kanë kaq, domethënë, kjo gjëja nuk është aq e kollaj. Pra videoja nuk përfshihet në këto 10.000 orët e Malcolm Gladwell për mjeshtrin. Do të thosha se jo. Se po të ishte ashtu, unë do i bia kitarës si Slash i Guns N' Roses, që e kam ndjekur për 10.000 orë, po nuk. Një gjë që më ka bërë shumë përshtypje nga një diskutim mbase që kemi pasur, është që ti ke thënë që e shikoj që ata flasin për gjëra më të mëdha, ndërsa këtu flasin për gjëra më të vogla, njerëzit në aspektin e mindsetit. Pra, dhe unë të them të vërtetën, prandaj lash punën te Aladini, sepse thash duhet të bëj diçka më të madhe, duhet të merrem me diçka më të madhe, mbasi nisa u përballa, po nuk kam emigruar
edhe kur e pash këtë gjë, nuk bëjnë asgjë më shumë se sa këta student, thjesht mendojnë për gjëra më të mëdha. Si është kjo diferenca në Shqipëri me Amerikën, të themi? Shiko, ajo që unë kam vënë re atje është kjo, që ata, dhe jo vetëm amerikanët, mendoj perëndimor në përgjithësi, por unë ata njoh dorë e parë, kur ti je në fillimet e diçkaje, ata janë shumë inkurajues. Edhe madje të gënjejnë me inkurajime, po sepse kjo është mënyra. Domethënë, një njeri që është në fillim nuk gjykohet. Nuk i tregohet ti s'bën. Dhe i thotë, bravo, ke filluar kitarën të lumtë, okay, shumë mirë, ndoshta do bësh një band një ditë, ai mund mos vlej fare si kitarist, por gjithsesi, njerëzit i inkurajojnë. Thonë, po, bëje, bravo, po, shumë mirë, ke filluar këtë, po pikturon në këtë moshë, po shumë mirë, po pikturon në këtë moshë. Kam pas një çift pensionistësh që kanë pas shok klase në një klasë. Ata kishin mbaruar punët e tyre, kishin qenë ushtarak, burri edhe shoqja kishin dalë pension, dhe tani vinin atje për të pasur diçka për të bërë. Merrin klasa për grafik, për shembull, për dizajn. Kështu bashkë me ne që ishim student, ne kërkonin diplomën, ata kërkonin të harxhonin kohën, po mësonin një hobi tjetër, edhe e mbanin veten të ri. Gjëra të bëra për qejf, jo për gjithmonë me një qëllim të qartësuar atë, por diçka që më jep kënaqësi, nuk është kohë e harxuar kohë në atë aspekt. Kurse unë kam parë të kundërtën në Shqipëri. Kur dikush fillon, diçka i thuhet, ti s'bën, po ku di ti, po është shumë vonë, po pse në këtë moshë, po si ka mundësi, po ti e bërë shkollën për atë gjën tjetër, pse e bën këtë gjën? Domethënë të voglit i bihet. Atje të voglit i inkurajohet, i jepet dora, ngrihet, kurse atë këtu të voglit i bihet, dekurajohet. Është shumë mbrapsh kjo. Dhe pastaj ndodhe kundërta në anën tjetër, në tavan. Këtu të madhit i bëhet vetëm fresk. Ati që realisht duhet mbajtur përgjegjës nga kritika, se si thua, po pse mbas 30 vjetësh gazetari, ky palaçollëk është kjo që mund të prodhojë ti? Kjo si mund ta bësh ti këtë me kaq shumë përvojë? Jo, ti thon, bravo, shkëlqeve. E mrekullueshme. Ishte gjithmonë, domethënë, kurse nuk pra e kundërta ndodh. Atje i kërkohet përgjegjësi, atij që është lart. I kërkohet që të japi më të mirën, të jetë afër perfeksionit dhe nëse s'është kritika do ta hajt gjallë. Qoftë një regjisor i famshëm, po bëri një film të keq, do shkruajnë, do ta shajnë, do ta bëjnë leck. Këtu te ne shikoj që ka një servilizëm ndaj atyre që perceptohen si të mëdhenj dhe ka një shkeli me këmbë ndaj atyre që janë në fillimet e veta. Kjo më duket se është problem që do të thotë për ju që keni nevojë ta injoroni. Keni shumë nevojë ta injoroni sepse njerëzit flasin, po këtu kam parë që kryesisht vijnë dekurajime edhe nga shtëpia, edhe nga njerëz që ju duan. Unë kam pasur përvojat e mia në shtëpi që unë kam dorë për pikturë, doja të shkoj në lice, nuk lan. Kam mbaruar gjimnazin ekonomik për shembull në Tiranë sepse shikonin si ekonomist që unë nuk e doja atë gjën edhe nuk vazhdoj dot pikturën, unë ende pikturoj për shefin tim, por s'mlan që të shkoja atje, të ushtroja atë gjën dhe ua bëra puçin pastaj kur kisha liri në Amerikë që të zgjidhja vet. Është një fabul me dy bretkoca të vogla që kanë rënë në fund të një pusi. Dhe njëra prej tyre është shurdhe. Tani bretkoca s'flasin, por në këtë fabul flasin. Dhe provojnë tani të ngjiten mureve të këtij pusi për të dalë. Dhe jashtë te gryka janë bretkocat e tjera. Ne topi thon, "Kote keni, është 4 metra pus, nuk do ja dilni kurrë, jeni shumë të vogla, nuk dilet, do të ngordhni, më mirë ngordhni aty ku jeni se sa lodheni duke ngordhur etj etj." Dhe kjo që i dëgjonte arriti deri në far pike, pastaj dëgjon të rzuar ra mbrapsht në fund pusit dhe ngordhi eventualisht. Kurse kjo tjetra vazhdonte. Edhe arriti në një moment hidhet jashtë pusit. Edhe ato i thonë, po ti i thonë, ne të thamë, ti kote, provoj, po bravo, po mirë, ja dole. Edhe për me unë nuk dëgjoj tha unë ju pash që hapni të gojë, thashtë se po më inkurajonit, tha, mendova që më inkurajonit, prandaj erdha. Kështu që keni nevojë ndonjëherë të mos i dëgjoni njerëzit. Keni besim te gjëra që do bëni. Mua akoma vazhdojnë më dekurajojnë çdo moment, domethënë, thjesht unë e kam kaluar si benzinë këtë dekurajimin. Pra sa më shumë njerëzit më kritikojnë për këto gjëra që unë i besoj, si jo për të gjitha, unë aq më shumë motivohem t'i bëj. Tani do kaloj në një kontekst pak për kuriozitetin tim personal, jo të studentëve, sepse të kam dëgjuar shpesh që flet për stoicizmin, edhe unë jam përballur për herë të parë me stoicizmin në 2018. Isha me arrest shtëpie për shumë muaj, edhe po bëja një video që thoshte të uroj fat keq, ditën kur më arrestuan.
Turaj fatkeq ishte videoja, e kam akoma në YouTube atë video, e bëra mbas shumë muajve. Edhe për ca muaj në shtëpi isha shumë i tërbuar se s'po e gjeja çfarë ishte se okay, Turaj fatkeq thash do e gjej tani atë gjën. Derisa më doli një libër që thoshte Pengesa është rrugdalja, Obstacle is the way, ishte anglisht, po. Dhe aty u hasa me stoicizmin edhe u mesmerize, pra u mahnita sepse Marcus Aurelius para 2000 vjetëve ishte përballur me probleme të mëdhaja edhe ishte perandor nga më të mëdhenjt. Edhe nisa të futesha pak, po nuk hyra në të gjithë kontekstin e stoicizmit, thjesht e kuptova që wow, kjo ishte edhe virtytje dhe e konsideroja atë arrestin si një master, doktoratur, që nuk e bën dot njeri, edhe sigur të doj ta bëj se s'ka ku e gjerë, po se arrestuar. Në aspektin tënd për stoicizmin, çfarë lidhje ka, si u hase, edhe çfarë vlere ka për ty? Unë jam habitur se sa pak dia për stoicizmin në një moshë relativisht të madhe, sepse stoicizmi ka ekzistuar që në lashtësi, ka lindur në Greqi, pastaj në Rom është zhvilluar dhe ka qenë gjithmonë aty. Edhe studimet ka qenë gjithmonë aty, po flitej është folur shumë pak, po sa herë që bota kalon periudha të vështira, ka një trend drejt stoicizmit. Se stoicizmi është për kohë të vështira. Mua më ka rënë një parë në dorë Meditimet e Mark Aurelit, është një libër që dëgjova dikë thoshte në një postim, një djalë që e vlerësoi para pak kohësh, që në universitetet më të mira në botë, këta studentët që jetojnë në këto kampuse, lexojnë, e kishin të detyruar, të lexonin nga Meditimet e Mark Aurelit para gjumit çdo natë. Dhe këtë argument bënte, thoshte elita botërore, fëmijët e më të pasurve në shkollat më të mira, para gjumit lexojnë Mark Aurelin. Ishte perandori i Romës. Te filmi Gladiatori origjinali është ai plaku kokbardh, është babai këtij perandori të keq që vjen më vonë bashkë me të motrën e këto gjërat, por ishte njeriu më i pasur i botës. Ishte me ushtrinë më të fuqishme në botë, në perandorinë më të madhe që kishte ekzistuar ndonjëherë dhe kishte qejf filozofin, kishte qejf stoicizmin. Ishte njeri i betejave, i griu gjermanët në ndërkohë, nuk ishte njeri që flinte gjumë apo që rrinte duke menduar gjithë ditën. Ai do kishte dashur kohë paqe që të zhvillonte filozofin, por i ra kohë lufte dhe luftë bëri. Po kishte ditari i tij. Ky nuk ishte shkruar për ta parë njerëzit. Ishte ditari i tij personal që mbijetoi dhe pastaj botohet dhe sot shitet akoma. Tadrioni e gjeni në anglisht, në shqip, në gjithë gjuhët. Aq i vjetër sa që kushton $4 për shembull një kopje e librit apo diçka më shumë në shqip. Por çfarë thot ai atje? Çfarë thot? Shumë gjëra. Janë 4 virtyte kryesore që stoicizmi beson, që është mençuria, guximi, gjithashtu është maturia, një virtyt shumë i mirë, dhe këto shkojnë së bashku për ta bërë njeriu që në çdo aspekt të jetës praktikisht ti pret të gjitha dhe përgatitesh për të gjitha. Dhe nuk atashohesh shumë fort tek një gjë, sepse di që ajo mund mos jetë përgjithmonë. Edhe mëson që ajo çfarë vlen vërtet është ajo që është brenda teje, ato gjëra që ti kontrollon dot. Ato gjëra që janë jashtë teje, që ti nuk i kontrollon dot, ato duhet t'ia lësh botës. Nuk merresh ti me ato. Vetëm mbi gjërat që ti ke kontroll mbi veten tënde. Dhe të kalit një mënyrë mendimi se si të përballesh me çdo vështirësi. Një stoik thotë që unë e di kur hap derën e shtëpisë për dalë në mëngjes, që sot do takoj mashtrus, hileqar, njerëz që janë xheloz, dhe ti e di dhe ti e vesh atë mburojën që në mëngjes. Edhe nuk habitesh. Edhe nga ata që duan të fusin shkopin në rrota, edhe ata që përgatisin e thurin komplote kundra teje, ti e pret këtë gjë. Kjo është norma, kështu është bota. Ti bën paqe me këtë, ama vetë thua do bëj më të mirën, për vete dhe për tjerët. Dhe kjo është ndarja. Do jemi but me tjerët, po do jem i rrep me veten time. Në një vend thot ai, thot ço, i thot vetes, mos rrisi një qen me batanie, sepse njeriu është bërë për të punuar. Dhe çdo mëngjes njeriu është bërë, kjo na ndan nga kafshët e tjera. Ne jemi bërë për të punuar. Ose do rrim grot në batanie si një mace, si një qen, si një nga këta të shtëpisë atje, ose do të çohemi si njeri për të bërë punën. Jemi thirrur për të punuar. Jemi thirrur për të mos vrarë mendjen se çfarë thon të tjerët. Nuk është detyra jon t'u pëlqejmë të tjerëve. Është një gjë në stoicizëm.
nuk është detyra jonë të pëlqejmë të gjithëve, apo të tjerëve, fare. Ne e bëjmë një gjë sepse besojmë te ajo gjëja dhe jo për të marrë duartërkitje, për të marrë like, për të marrë gjëra të kësaj natyre, sepse stoiku mësohet ta neverisi këtë. Thot mos e bëj, nëse ti e di që kjo do ta bësh këtë gjën dhe njëri do të sa i mirë, sa i mrekullueshëm që je ti. Dhe ti e di që kjo ishte një manipulim i vogël që e bëre që dukesh e mirë, mos e bëj. Se është e pisët ajo merita që merr për një gjë që në fakt nuk e meriton apo nuk ishte aq e madhe, se nuk të duhen lëvdatat e tjerëve. Nuk jetojmë për të pëlqyer apo për të qenë të pëlqyer, jetojmë drejt. Jetojmë me atë që na është dhënë. Dhe çdo gjë që është një pengesë është në fakt edhe një mundësi. Ai që e ngre dhe e heq atë gurin, ka një fabul në Miti i Zizifit, e kam pasur në zyrë. Po, miti i Zizifit, po është një tjetër më e thjeshtë ajo, më e vogël, me një mbret i cili vuri një natë një gur në atë rrugën që të fuste te portat e qytetit, vuri një gur të madh atje. Dhe ai uzinte rrugën shumë njerëz, mund të kaloje anash gurit, nëse doje. Po ishte çike bezdisme, do bëj këtë skiç kështu. Edhe shumica e njerëzve panë atë gurin e madh atje, i pengonte. Ashtu dhe silleshin ca kteca, ndej shumë ankoheshin, gjithë shanin mbretin. Ky e ka vënë, ky maskara, ky poshtër, to pengesa, këto gjëra kështu. Dhe njëri nga këta thotë, "Ore, kjo do hequr tash se lamna me këtë." Edhe i vihet ai, kështu merrni ja dy shok, edhe ta ngrejmë këtë gurin, ta heqim këtë gurin. Edhe e hoqën. E kur e hoqën, ishte një qese me flori. Që mbreti e kishte vënë nën gurin për të parë se kush do merrte mundimin ta hiqte. Tani mos lëvizni çdo gur, se nuk do gjeni qese me flori poshtë tyre, po ideja e fabulës është që ka nevojë që dikush të merret me këtë. Këto janë ato pengesat apo problemet që dikush që është në biznes kërkon që të zgjidhi. Mënyrat se si gjërat janë bërë deri më tani që mund të bëhen ndryshe. Kush ka atë shqisën, kam dëgjuar historinë e njërit më ka habit shumë. Ai kishte bërë 4 kompani. 4 kompani. Sepse kishte këtë. Kur ishte student, të parën hapi një çfarë gjeti ai? Gjeti që vinin student në vit parë, nga e gjithë Amerika. Dhe në vit parë ata kanë qenë në shtëpi deri tani, i kanë larë rrobat mami, ndoshta babin, ca familje, por nuk i kanë bërë vetë, as sekurosit, as larjet, as ato gjërat. Dhe u kanë blerë dhe rrobat e reja se të po i dërgojnë në universitet tani dhe ky theu këmbën. Theu këmbën dhe gjeti që kishte një problem tani që nuk lante dot rrobat. Kishte një laundromat, siç quhen këta, se këta studentët s'kan lavatriçe aty, po kishte një laundromat, po të shkoje te laundromat, ky shkonte dot, se ishte me paterica, me gjithatë koshin e rrobave, gjërave kështu. Kështu i shkon mend e tha, kishte tha një shërbim që të vinte mi merrte, mos mi lante të mi sillte te kurosura. Siç sjellin picën, më marrin të pistat, më sjellin të pastra kur mbarojnë. Dhe hapi vet. E hapi vet dhe kur vinin prindrit që shkonin në universitet këto ditët e hapura që quhen open days, ky shpërndau nga këto kuponat edhe këto që reklamonin. Këta i morën i thoshin shko, merr këtë numrin, thoshin mos i laj vet ato do i prishësh. Gjinse do i prishësh këto, do i prishësh xhaketat, merr këtë numrin ti lan ai për $5, ku diun se çfarë. Dhe bëri brenda një dite, asaj dite, bëri $80,000 nga këto që shiti, se i shiste ato ishin të parapaguara, si thua, ishin si karta kështu. Dhe ky biznes vazhdoi. Pastaj mendoi për një biznes tjetër që ishte ta hapte një çfarë quhet këto që mëson makinën? Autoshkollë, një autoshkollë, por kishte zgjedhur që sepse ishte në Los Angeles, dhe në Los Angeles ka shumë aktorë që për vite me radhë provojnë të çajnë Hollywoodin dhe shumica nuk ja dalin. Ka shumë njerëz të bukur, është çfarë po them. Dhe ai mori 6-7 goca të bukura, 6-7 çuna të bukur dhe i përdori ta si instruktor për gjimnazistët që po mësonin makinën. Dhe kur ishte vajzti, ai çuni që ta mësonte makinën, ishte yll. Eto gocat e shikonin kështu. Edhe e njëjta gjë ndodhte me çunat. Ajo goca që mësonte makinën, ishte më e rritur ajo, ishte shumë e bukur. Edhe ata i thoshin një tjetrit, "Do të shkosh te autoshkolla e këtij. Janë shumë të bukur ata, domethënë kështu. Vetëm të rrihen me makinë me atë, ishte qef për këta adoleshentët." Domethënë përdori këtë si shkoi mendet e kjo se tha kjo do funksionojë. Dhe një biznes i vërtet shumë i mirë shkoi në Argjentinë dhe atje bënin një lloj kpuce shumë të thjeshtë që bëhej me gomë dhe ishte shumë e lirë në Argjentinë kjo kpuca. Dhe kur ishte në Argjentinë ky takoi 2 goca amerikane në një hotel, rastësisht aty në hall, dhe ato i thonë që ne po shkojmë të çojmë kpucë në këto fshatrat e varfëra të Argjentinës, ishin në një mision, një organizatë që çonte kpucë. Dhe
Ky ja tregoi pasaj një shokut vet që vajta me ato gozat, çon ato kputucët, ata fëmijët u lumturuan, tha, ishte një gjë jashtëzakonshme, shumë e bukur. Edhe ky shoku i tha, po mirë, tha, kur të çajnë ato kputucët që çu aty çfarë do bëjnë ata? Sa ky nuk e di. Po, të paktën këto 3 muaj do kenë kputuc. Dhe pasaj shkojnë mendje, tha, okay, po kjo nuk e zgjidh problemin. Po sikur të bëj diçka tjetër. Dhe vendos që ti shesi këto kputuc, marri një rreth 100 palë mori herën e parë dhe i çon në Los Angeles. Dhe i çonë për disa dyqane, i lën ato që ti vendosi tek këto kputuca ai. Ato janë të thjeshta, po janë shumë jo shik, e kundërta shik, janë shumë cool, po i quhet trend, hip, domethënë kështu. Dhe e marrin nga Vogue magazine në telefon. Dhe i thon, "Ti ke këto kputucët?" Po, sepse për çdo kputuc është ai që ju do blini, unë do dhuroj një palë kputuc për fëmijët në Argjentinë. Domethënë e lidhi si social business. Çdo kputuc që blini këtu, një palë kputuc shkojnë për fëmijët. Ti e blen, një palë shkon atje. Dhe kur u botua artikullin në Vogue, kërkesa për kputucët e këtij arriti në ky s'kishte kputuc tani. Edhe u shkoi prapë në Argjentinë, mori ca magazina të tjera, vuri ata që të bënin kputuce. Kjo kompani vazhdon akoma kësaj dite, sepse pati këtë fillin që lidhet me biznesin. Për çdo palë që ti blen, ti bën dhe njerëzit duan të bëjnë mirë. Njerëzit duan të kontribuojnë, vetëm që jemi të tillë që duam ta bëjmë sa më rehat të jetë. Domethënë edhe kur japin për bamirësi, flas për botën jashtë, so duan të japin për kryqin e kuq, për këtë, për atë, për Salvation Army, ku diun, me kredit kart. Nuk duan që të paketojnë rroba, t'i lajnë, t'i shplajnë, t'i kurosin, t'i çojnë me makinë atje, se kjo ka atë mundimin e vet. Ka shumë njerëz që e bëjnë, por ka njerëz që nuk duan ta bëjnë këtë gjë. Po si mund t'ua bëjmë të lehtë, thon këto organizata bamirëse sot, që njerëzit t'i japin. Dhe kjo ishte një mënyrë se si ti mund t'jepje duke bler një palë kputuc që në fund fare dhe Vogue magazine i vlerësonte si një gjë hip edhe interesante. Pra pengesa është rrugdalja, është koncepti i kryesor që unë u hasa dhe biznesi ky është. Po ka një pengesë, aty është zgjidhja, se po e zgjidhet ju, fitoni. Po se zgjidhet e fundit pjesë, besoj edhe pavarësisht se ka shumë gjëra tjera për të folur, po duhet ta mbyllim, është kjo leximi, librat. Unë kam shumë kohë që merrem me librat edhe në fillim isha nga ata njerëz që thosha ç'to lexoni, më mirë ik bëj, shijoje, jetoje jetën, se sa ta lexosh. Po pastaj kam ndryshuar totalisht, vazhdoj ta jetoj jetën, po tani e jetoj edhe më shumë me librat. Në rastin konkret për ju, si nisi kjo pjesa e të pasurit shumë pasion librat, sepse e di që e keni edhe që tjetër, në fakt kjo nëse do kisha lindur në këtë brez tani, ndoshta nuk do lexoja as unë, në kuptimin që në kohën që unë jam rritur, librat ishin një formë marketimi nga të paktat. Ose do luaje për jashtë, po nëse binte shi në këto, televizor nuk kishte. Tirana fillonte transmetimet në orën 6 dhe mbyllte në 10, kishte 10 minuta për fëmijët, zakonisht 15 ndoshta. Po kjo ishte gjithë gjëja, kështu që pastaj fillonin ca programe super të mërzitshme për një fëmijë, apo lajmet që nuk na interesonin dhe unë e kaloja mbasditën duke lexuar. Mund t'ju them që është një nga gjërat më të mira që mund të bëni për veten. Leximi nuk është një dhunti natyrale e njeriu. Njeriu nuk është bërë për të përqendruar në një flet libri, sepse ka nevojë që ta ketë mendjen gjithandej. Kemi qenë njësoj të gjuajtur si drerët në pyll. Dhe një njeri nuk mund të rinte të shikonte lulen me obsesion, sepse vinte tigri dhe e hante, e përlante. Kështu që duhet të kishte veshët 4, syt 24, edhe të shikojë gjithandeja. Kështu që kur fillon leximi, mbas Gutenbergut edhe shtypshkronjës edhe masivizimit të librave, ajo që ndodh për herë të parë në histori është që në mënyrë masive tani njerëzit mund të ulen para një flete, të përqendrohen tek ajo dhe të mësojnë. Dhe të gjithë shpiket galopante të njerëzimit ka ndodhur në 400 vjetët e fundit që libri ka qenë bashkëkohëtar. Sot ka më shumë shkencëtar të gjallë se çka patur ndonjëherë në histori që kanë vdekur gjatë shekujve. Sot janë të gjallë gjitha shkencëtarët. Domethënë potenciali trunor i njeriut është në kulmin e vet. Unë mendoj që letërsia, të gjithë librat, edhe librat që mund të jenë self-help, edhe psikologjik, edhe biznesi, edhe të gjithë librat që janë të mirë, janë të vlefshëm, por letërsia që shpesh herë në ambient e biznesi në mbledhsohet pak sepse shikohet si një gjë për qejf,
ka aq shumë mësime brenda sa nuk ju a merr mendja. Dilema e njeriut mbetet e njëjta. Është e shkruar e gjitha në tragjeditë greke, që në fillim, që me Homerin, me Iliadën, me ato. Pastaj ne sillemi dhe përsillemi rreth të njëjtave gjëra, por romanet, letërsia na jep mundësinë ta kuptojmë botën njerëzore, edhe dilemat që mund na lindin marrin përgjigje, ti thjesht ke je si një sniper që ka të syrin e pushkës, thjesht i shikon gjërat më qartë. Ato gjëra që ti si ke jetuar, po i ke jetuar përmes librave. Ka shumë shprehje, po janë patetike në vetvete për letërsinë e për këto gjërat, po një profesor gjimnazi i letërsisë amerikane në Amerikë tregonte një ditë një gjë që kishte pas me nxënësit e vet. Ata kishin lexuar Aventurat e Huckleberry Finnit nga Mark Twain, ku ka një personazh që quhet Hajduti. Në ky hyn dhe del nga kapitulli 6 edhe deri nga kapitulli 8 ka mbaruar punë ky personazh. Po përshkruhet shumë mirë atje Hajduti. Edhe i pyet studentin, thotë, "Kë ju kujton Hajduti?" Edhe njëri nga ata çohet edhe thotë, "Më kujton X e X politikan." Po që ke të drejtë, tha profesori. Sepse ai kishte dalluar në mënyrën se si ky politikan mashtrues që ishte, e sillte muhabetin, i kujton të Hajdutin e Mark Twainit. Ky flet si ai Hajduti, thoshte. Ka atë lloj teknike, atë lloj gjëje. Edhe kjo është gjëja që letërsia bën ndonjëherë, kaq e thjeshtë, që ti pikas, unë thua ky se me kë më ngjan. E nëse të ngjan me Hajdutin, futja vrapit, se është njeriu i gabuar. Mund të analizosh, mund të kuptosh më mirë atë që ndodh, mund të marrësh nga kulturat e tjera. Mua më vlen si gazetar kjo, por unë mendoj që i vlen çdo njeriu. Sot bota është globale, sot biznes nuk do të bëni vetëm me shqiptar, vetëm brenda Shqipërisë. Sa më shumë e një botën, sa më shumë e një natyrën njerëzore. Këtë librat ndihmojnë pafundësisht për këtë, dhe një njeri që e njeh natyrën njerëzore, si Dale Carnegie për shembull, që mund të konsiderohet si libër biznesi, por ai ka shumë të mirë, se flet për natyrën njerëzore, si njerëzit qasen, si njerëzit mbahen ose lëshohen. Kjo është vetëm e përsi për ju. Që nga fjalori, mënyra se si do flisni, mënyra si do i thurni mendimet. Një profesor italian thoshte këtë. Mendimet ndërtohen me fjalë. Mendimet ndërtohen me fjalë. Dhe kur ti lexon Elefanti i bardh futi noçkën në liçen për të pirë ujë, ti nuk lexon gërmat dhe tekstin. Ti shikon një elefant të bardh diku në një liçen që fut noçkën, dhe ky proces në trup që tekstin e kthen në figurë, në imazh, është një sinops i jashtëzakonshëm për zhvillimin e trurit. Dhe kjo nuk ndodh kur ti e shikon një elefant në video, duke e bërë atë. Po ndodh kur ti e lexon atë dhe pastaj e ndërton vetë këtë figurën. E bën trurin tënd, e krijon atë, dhe ky është një ushtrim i jashtëzakonshëm. Ky ndihmon që të vinde ide, ky ndihmon të vizualizosh gjëra që njerëzit e tjerë nuk i shohin në të njëjtën kohë. Dhe kur nuk ke fjalët, thot ky profesori për të rikthyer edhe një herë, se ti s'ke lexuar dhe nuk i ke fjalët, ti nuk ndërton dot mendime, ti e ke kapacitetin për të patur këto mendime, por s'ke fjalët që të arrish aty. Ti e di se si bëhet një shtëpi, por s'ka asnjë tull. Madje te një libër që kam lexuar së fundmi, edhe emocionet janë fjalë. Pra ne nëse ne nuk kemi fjalë për shumë emocione, por po të nisim të përshkruajmë për shembull am patatina para televizorit, mundet të kemi të njëjtin emocion shumë shpesh. Pra është e njëjta gjë. Ndërkohë në kontekstin tim personal, un kam qenë ai personi që ju thosha njerëzve, madje edhe gruas që kam tani i thosha atëre, nuk lexoja fare në universitet, mbas universitetit, nga fundi. Më mirë i bie kitarës sa të lexoj për atë, po pastaj isha në një udhtim, edhe s'kisha ç'bëja përveç se të lexoja. Edhe lexova 3 shokët e Remarkut, edhe 3 shok në Francë, gjatë luftës 2 botërore, s'kisha shanse ta jetoja. Domethënë ishte e pamundur që unë mund të kisha ndjesinë edhe kontekstin e 3 njerëzve në Francë në 1944, kur ka qenë lufta e 2 botërore. Pra, edhe aty thash, wow, domethënë sa shumë mund të jetoj tani, se vërtet kam jetuar, i bie kitarës, si kam rënë kitarës, po kam ecur, jam zënë me shokët e mi, po tani unë mund të përjetoj të gjithë zënjet e të gjithë njerëzve, edhe mund të shikoj kontekstet e këtyre, dhe që atëre, mbas edhe për mua ka ndodhur një shpërthim, nuk e di cila është arsyeja, pra mbas është ky vizualizimi që i bëjmë, ose është ajo fuqia për të përqendruar në atë gjë që ne natyralisht nuk duhet të përqendrohemi, edhe më ka ndryshuar aq shumë sa unë tani nuk
nuk e konceptoj dot më të mos lexoj. Edhe kur më arrestuan, i thash, a ka libra? Ka, po mos u mërzit se ri unë aty ditë. Jo, një gjë për shembull që mua më ndodh tani është shpesh herë më ftojnë në banka, nga këto bizneset e korporatat kryesisht që kanë telekomet e tjerë, për të folur për komunikimin, edhe për të dhënë atyre trajnime në komunikim, punën në ekip, empatia, ato aftësitë e buta që i keni dëgjuar, se si ta lexosh tjetrin edhe emocionalisht. Këto janë gjëra të përditshme. Benjamin Franklin për shembull tek autobiografia e tij, ai punonte në një shtypshkronjë, edhe nuk pinte birr, gjithë tjerët pinin birr për mëngjes. Edhe kur bënin pushimin e parë pinin birr, se e quanin që birra është dhe bukë, thoshin në ushqime kështu, të mban. Ky vendosi të hante pshesh me qumësh, edhe thoshte atyre, si ishte djalë i ri, thoshte, hani pshesh me qumësh, është shumë i mirë, të bën kështu, të bën ashtu. Ata donin birr, se sigurisht edhe deshin pak do pëlqente. Dhe ky kishte lekë se kursente, nga që pinte birra, dhe ata i thoshin, na jep lekë ti blejmë një birr, se ti ke lekë. Ky i thoshte në fillim, i thoshte, nuk i jap, thoshte, unë kurse juve pini birra, vazhdoni. Dhe çfarë ndodhte që kur shkonte ky në pushim, ata në shtypshkronjë ndronin ato gërmat. Që ky kishte renditur me radhë, që të bëjë një artikull do t'i vije gërm pas gërme prej tunxhi. Kështu që të formoheshin fjalët, hapësirat midis fjalëve, dhe pastaj lyej me boja ato hekurat edhe printoheshin në letër. Dhe kur gjente ky kthente një gërm kthera kishin hequr këta, kishin ndruar kështu, se s'u jepte lekë. Edhe tha kuptova që të shkosh keq me ata që punon çdo ditë është çmenduri. E fillova u jepja lekë për birr. Edhe kur ti ke empatin, kur ti di se si ta lexosh natyrën njerëzore, edhe libra ndihmojnë jashtëzakonisht shumë me këtë, ti je më i qasshëm, je më i kuptueshëm, edhe i kupton më mirë tjerët, edhe emocionet e tyre, dhe në çdo ambient pune, në çdo ekip pune, ta njohësh natyrën njerëzore është vetëm e përsi, vetëm fitim. Kështu që librat ta japin këtë. Ka libra që të bëjnë për ngjarje që ndoshta edhe personazhet janë fiksionale, ti e di që s'kan ekzistuar kurrë, po është i vërtet emocioni. Është e vërtet ajo që ndodh atje dhe mendoj që i bën mirë shpirtit ti përjetoj sa gjëra. Edhe të qajit ndonjëherë sepse është e dhimbshme, apo të gëzoj, apo të qesh si gomar, ka libra që të bëjnë të kesh atë lloj reagimi, po vetëm ndihmon, vetëm jep. Okej, unë kam shumë gjëra tjera për ta pyetur, po doja ta mbyllnim, është shumë kënaqësi. Nëse keni ndonjë gjë për ta ezauruar, mund të thoni, po unë ju njoh tani edhe e di që ju jeni duke menduar 100 gjëra në kokë tani, edhe nuk i artikuloni dot lekt, po është normale ajo pjesë. Të falenderoj shumë për kohën, edhe kjo është e vërteta, sepse në media ne do ishim me 5 minuta, unë do të ndaloja pothuajse gjithmonë që të dilje to the point. Kjo është e bukura e kësaj dhe unë prandaj dua ta bëj më shpesh me më shumë njerëz, sepse mbas pak kohe del tamam ajo e vërteta, dhe të falenderoj shumë që ndave me ne këta. Kënaqësi. Faleminderit.